Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët në episodin më të ri të podcastit Amor Fati. Ju e dini që ky podcast ka diskutime për jetën reale, për vështirësitë, për momentet e bukura të jetës tonë. Edhe për këtë arsye, unë e kam ftuar një mysafir që unë e vlerësoj shumë, edhe mendoj që ky bashkëbisedim ka më sjell tema të ndryshme për juve. Që shpresoj që keni me gjetë veten aty sepse shumë gjëra nuk kanë guxim njerëzit me diskutu. Kështu që ju prezantoj Vullneti Krasniqi, mirë se ke ardhur. Shkemi zanë, Mirë, shumë mirë. Jam pak me emocione se hera por që kam një musafir këtu dhe jam shumë e lumtur që ti je. Atëherë është hera por që intervistojmë në dikana? Ju? Jo, në fakt kam intervistuar edhe më herët, po jam qenë shumë më e vogël, po tashti po e rikthej. Pas më ja fillu muzikës, unë jam qenë në fakt prezantuese me emisione të ndryshme në Pej. Okej. Edhe kjo është diçka shumë e mirë. Mas shumë vjetër, po Mas shumë vjetër. Kom një të folë shto, por nuk kom një që ke po pyetje. Jo, e bëj ka një herë, po më varet për momentit, ama jam shumë happy që ti je musafiri jam i parë. Faleminderit. Se kam qef me pas njerëz real, që folin hapën edhe që nuk kanë rezerva. Ka një herë është një vije e hodë që ndonë që të njeri mes që kucimtar edhe që nuk ndonë rezerve edhe pi budallakët. Po, e vërtet, që Po mund të ndërë. qenë me jetë që ka vije në hodë ti për shumë, me një kam pak budallak, me një kam me pak këtë anën tjetër. Po, ama nuk mendoj që ti largohesh prej që ajo vija hull nuk largon prej kush je ti. Jo, se kur ti është në vijë të hodë është me kam ti prefokusum në veten. Po. Se veç veten e ki me jetë që të farë vije, kështu që nuk ja, nëse nuk je vetja, ato dështon. Po, vërtet, Nuk dikur mundesh me jetë, po të... ndruhet rruga me një herë. Po, edhe nëse nuk je vetja, mundesh me jetë në farë rrugë tjetër që ka plot rrugë tjera. Po, s'është në farë... Mund s'më bën përshtypje, nëse nuk ka rrezik, si të bëhem komfort. Po. Më shkon, ja nisëm më shkuneva, nuk më punë më. Qëto, une e kom pas edhe kom pyet të gjithë njerëzit këto në lidhje sociale, që a kishin ndjek pasionin ma shumë në jetë apo stabilitetin. Po. E tash ti që e fillove këto, e lidhe me qatë pjesë. Po, e vërtet. Ama, ideja është shumë njerëz që të për karrierë ose kur të në sa më shumë që ti bësh pak më i sukses shumë ose arrin diçka, për njerëz automatikisht nuk kuptohet një diçka që të shme grab, me kap, me rrit, me çdo ditë me punu për ta. Ma vjen. Okej, janë do kësi fjalime se në shumë mira për biznes mira. Motivuese. Po çdo ditë shohë dhe asaj edhe në përfundon për kur atë rrezohesh shohë edhe në sen, po në një situatë kur këtë jeta është dinamike, veç me bo, është interesant më nalë, edhe nëse bëhet diçka. Edhe me ditë me thonë ju. Po me ditë me thonë ju, e vetet e me ditë mësë me marrë vetën seriozisht e mësë me menu që e ke bëna i sene për arritje shumë madhe. Unë e zakonisht krejtë senet kështu që i bëj, që menoj që janë të mijat e që i kumë bënë, gjithë kam qetë me lanë me një kohë mësë mi bëma, nuk i marrë mi trajtu seriozisht. Okej. Kështu, idetë e mija, se veprat e mija, se... Pse? S'di, nëse i trajton seriozisht, një bëhet shumë vetjak, këtë djeta është centrike rreth teje. Bosh rutin? Po, jo, rutin, po të shka rreth teje, ideja jote ka funksionu, ideja jote ka dhezë. Okej, ti në vetë janë qef. Po, në kompanija që kam punu që kanë dhezë ideja shumë e tani, që kam punu me ta në kompani ndryshme, në media, që ka dhezë tepër shumë ideja, tani qysh nuk e ka kuptu që in the end of the day vish një ideja është që ka dhezë. Po. Nuk është një varsani shumë madhë, po, kur ti e merë seriozisht që vetën që ke arritë, si që shumë ka dhezë që kjo atë që ti e ke bënë, tani kryot një farë bindje për vetën që kërën... Si unë për shembull që e fillova Amor Fatin, është podcast që unë e kom mendu me fillu shumë ma herët, po nuk e kom pas guximin. Tash pëse se kom pas guximin nuk e di, po thjesht... Po shkapi mekanizmi që nuk lem me bo bëllovakia. Po nështë edhe që ajo, adin duna shumë me mendu, edhe menoj që kjo Afrika nështë atë nalë, për dësane që nështë aje shumë i mirë, për nuk e din, edhe kurse përva njëri nuk mundet me ditë çfarë rezultati ka me pas. Po, kur po më pyese njerëz pse nise një podcast ose Amor Fatin, thash unë po ndina mirë, po ndina shumë mirë kur po krijoj një epizod të Amor Fatit. Nuk e di pse, po më jep një ndjenjë shumë të mirë dhe thash kjo... A për kënë ndjenjën që kur pisush s'kajtë sanet, pa të pëngu dikush e së nëjë sanë? Po nështë edhe që liria e të folurit, të shprejurit të mendimit tem, ose nështë edhe që mujmi me ndimu dikujna. Po kom qef nështë atë tinglan klishe, se di, po prapë se prapë për një me, po kom qef me ndimu dikuj,
ndoshta një fjalë shumë të vogël me thonë edhe janë ndihmon dikujt në diçka shumë të madhe, edhe kur se din. Po kryesorja është pse po bëj, është se po ndina shumë mirë. Edhe rezultati i saj na po m'pëlqen që është më po më bën me undi, e besoj që kjo ka më përcjell edhe tek njerëzit e tjerë, edhe gjithë është me rëndësi, a ke po dhe një këngë kur ta bësh një është mirë, sa dhe që nuk mundet me këngë, kështu që edhe i zapet. Është shumë e vërtetë. Se po nduket njerëzit e një në rahatin tonë, na për punë kreative, kështu e kom vërtetuar edhe unë. Edhe unë e di dhe të vetja se këngë që i kom kriju unë vetë, dhe me thonë që i kom bu shumë me dashni, më kanë hesë mas mirëti. Nuk janë shumë këngë, po që ato që i kom bu, sepse kjo është një histori tjetër, që ndoshta pjesë e jetës tame, që ndoshta kurse kom folë, po definitivisht diçka që e bën me zamër përcjellet te publiku, edhe vrihet. Nëse njerëzit mendojnë që kamera nuk e vrin emocionin, ose edhe ti çka fol diçka, nëse mendojnë që nuk i ka vrarë shi e fake, atëherë për një mek i gabu. Jo se ne kështu edhe vetët e mia, se për shkakun që komentuan ti për shumë, edhe e këshyri pse komentuan. Nuk është që thamë në isemin atë. Jo, është gjendja emocionale, është mënyra ime të shprehurit. Po, që ka reflektuar të njerëzit në realitet ose shprehje që del prej që ka dalë në zemrës ose diçka. Edhe pse unë nuk jam kështu fan si sanave që meton pi zemrës, jam më shumë pragmatik, sa në zemrës mendoj që edhe më duhet me thon me një partneri që e ki një jetë apo e që s'kisha me bën 3 ditë sa vjen në ishar me ta vjen pse në punën e sanë në jetë publiku në mendoj që zemra si të më thotë dikush pi zemrës po të them apo e din që s'është e vërtetë? Jo, është e vërtetë, po shumë subjektive është, e takon diçatina. Okej. E argumente me fol për mi fakte e sanë, i takon shumë njerëzve atë. Po, përgjithsisht. Po, në shumicën e debateve po thonë, unë e mendoj. Nëse ti mendon atë ndani kryt çdo debate se ti po mendon. Po. Po vëmol çdo çaj seriozisht po thon shumë njerëz që kanë marrë veten seriozisht në për media, mund ka bëhen çito me posit fal. I del që folëm me maherët edhe me lindin që bëni diçka shumë të madhe, po. Se për shembull shumë njerëz nuk ja çështë kolegëve të mi nuk ja vrok, pse çish ka mundësi që unë për 2 vjet prana më gazetari më i përfolur vite që më i mirë në Kosovë, po. Edhe tani shkoj me bradhë edhe mos bëj kurrë, edhe tani nisi komentoj politik. Po. Pse i ke çto just për shumicën e kolegëve të mi që janë mësuar me mojt tempo në sana, që kjo është me kështë për ik pak në tempo sana. Po t'i koha. Jo, unë menoj që vishën, unë shkam që me bëjt disa anet këtë kundër ta, se nëse shënë që këmë bëjë, kër e fiton një qmim, kër bëjë është me komentumi në Kosovë, unë e kuptej pse është aja, ta në më nuk këmë bëjë bështipin më. Okej, ta në ki nevojt diçka me pushu pak edhe me motivu diçka tjetër, për me vazhdu ma tutje. Problemin në nështë e kam me gazetarin, po jo problem, po ka një edhe më besej që arsye kryesore pëse më dalën më për tjerëve, është që unë e gazetarin e kërkam nuk është shumë të thejtë që gazetaria mu temat e si të shka. Unë e shumisin e në gazetaria të kishna prej unë nëse kam një si nevojt. Nëse ti e ndjen. është pak egoiste, që është centriste te çka po ndjen si gazetar. Po, ama që kjo ka të qenë përpara. Po, ama gjithashtu unë thënë që unë nuk jam kurse ku gjithë vetëm gazetar, në këtë kohë thënë që në gazetar që refuzon këtë kohë në kam gazetar, pa afet është. A i blen që kjo që ti e njeh pasionin, pra? Po, këtë rast. Po, jo stabilitetin. Po çfarë stabilitetin? Unë çdo të thënë, stabiliteti është një gjendje për hershme. Po, është një farë rutine që krijohet, e gjen një punë, edhe ti e bën thuhet se ka me marrë çdo muaj rrugë. Edhe ti krijon një farë stabiliteti, që thonë një farë rahat lyke. Shumë mirë, ama që të punën nëse kisha dashur rahati, sene, unë kisha shkuar kisha punuar në bankë. Po, që ata po them çka. Domethënë, nëse kisha dashur rahati, si shtohen me pas stabilitet, e kisha zgjedhur një punë që nuk ka qëndrim politik, nuk je, kërkush nuk vetë për kur gjaj me rrogën, i kryin ato, analizën kredijat këshia, dhe një që në raportin bankës, ditën e mire, më shenë 4, nuk t'in të adhën. Së t'interesan ama nëse vendosim e vëtë shka, që është jetë publike, që ti pëdo me vokon e rëndësishëm, ti pëdo me hedhë një ide, ti pëdo me ndryshu diçka. Ti pëdo me një temë, mu diskutu bëdhë prej anës ta në avdhen, ti nuk më nëshme, me tonë unë e stabile të Po, vërtet, ajo është. Vetën të korrupton. Po, e blien të qysh vitë. Ja, tash në apërshëm e që janë bërë për të pasën, kërë tash kërë janë bërë shumë pasën, tash po refuzojnë me morë me sanet vogla. Po. Shumica gazetarë janë për mirë, vish me sanet vaja, vish me Albina, vish me politika, vish me sanet, se
Kur të bësh pare, për këtë animale pritën më marrë me. Po nuk i vlerëson sanet njëjtë, menoj. Edhe kur qashtu që shta edhe ti me ti vetë janë qef, mandin që ato sanet e vogla që nështë atë kam pru, që aty nuk i vlerëson njësoj. Ai ke po ata thonë, e akuzojnë politikanë, pojnë se këta se dina sa kushtojnë çmimet as aty tyne produkteve. Po, produkteve që i hanë për ditë. Dhe pas ata nuk i dinë ata që ai që fol vet nuk e din, a vetëm. Se ai ka shumë parë se zakonisht. Tash çështë me konti gazetar, me shkruaj për problemet e zakonshme, po. Po ti s'blen market se din çmimet apo din. Po, nuk e din jetën reale që në fakt çka është për një metë ndodh. Po, shumica gazetarëve jam çudit kur i taku që nuk e dishin ku është Keci, nuk e dishin ku është. Se i kam pasur kanë 3-4 vjet dhe do ta pagu babai vet, prende vet faturat. Po. Dhe ata tash çish kanë ditë ai si gazetar. Barën, çka është me ato fatura, rrymë, çka është vetëm. E përshtanë në që gazetar jetë publike që shtu, mas parë që mbare vendim, mund dalë për familjes, mas me riziku më familjes, me dalë vetë. Edhe me kryu identitetin tonë. Edhe me gram vetë, edhe pasoj me bëhet vetë, suksesin e ki vetë. Po, nuk e merë, shumë kush nuk e merë rrezikun. A me ndonë që edhe Kosova si shtetë nuk ta ofron mundësin për edhe me njek pasionin, po njëkohësisht edhe pas stabilitet. Ose me njek vesh pasionin me lo stabilitetin. Jo problemet e na pasionin e kena si diçka që është tepër që ta ka njerëz dhe pak jo stabil, pak si ma atlik, pak si ma sentimental. Atë në pasionin nuk është të për njerëz që duhet me arritë sana. Që shto është Qështu është koncepti, po më dhënë? Po, më dhënë se kujtush pasion, shumica këto e kuptojnë që një diçka që më dhënë. Që nuk qënë për para. Ose është seksuale, ose diçka më dhënë. Po, mundet më kone dhe ashtë. Ule për shambull po foli për veti, kur kom fillu me muzikë, e kom pas për një me shumë pasion, edhe s'kom menu që nëherë njëtën tamë kom e bu diçka tjetër. Po unë si teenager, si adoleshente, kom punu me organizata jo qeveritare. Edhe kom përkthy, kom kriju filma, kom përkthy për njës që... Kom hustle, po, aman për shembull unë kom vullnetare. Nuk është që jom pagu për qatë punë që e kom bu. Po më kanë ndihmu mu shumë me u kriju si person. Edhe me kriju identitetin. Po. Edhe kom do ashtë me hesi vullnetare për me pa qka është me punu. Qush është për me punu. Edhe kanë ndiku shumë në mindsetin tam, që ndoshta të ketë ka mendu që unë s'kom jetu në bej, kom jetu... Ama gjë që ty s'ka vyh heq për shumë, si këngëtare. Si këngëtare s'm ka vyh, po më ka ndimu shumë si personalitet, si karakter, në formim të karakterit më ka ndimu shumë, edhe e kum pa që unë ndoshta kom mendu se kom pa dhe shumë filma, që aden jo ki talent edhe ti ki me hes për para se ki talentin. Nuk është qashtë, tash du të me thonë, ta mën troq kështu, se nuk është qashtë, fatkeqësisht. Ti duhesh me pas talentin, po duhesh me pas edhe njerëzit të cilët të qojnë për para. Sepse këtë vetën munohesh, e shtyn dedikon, edhe diku lodhesh. A dhe thu, kus, po moj mo. Ta që kam dola shrendat AI, nuk përki nevoj, se unë këto e kom pritë, se s'desha me po me njerëz. Ta që kam. Po dhe dashme i kam i paguj legal advisor, editor, i paguj shtat agenta, dikon ka 650 euro. I kryjnë 7 puna, 6 granet punës. Okej. Me AI, po dhe? Wow, okej. Që kjo e mirë, po kjatë që pilen njerëzit pa punë, tani? Jo, njerëzit ashtë mund me u eduku me po prompta, me jo prompta. Okej. Se dhe ka dhe njëve ka me namit puna. Mo për këngëtar veç. Edhe ka podcast edhe këngëtar, po buon këngëta dhe sa bukur po buon me AI. Shka na mujna me funksionu është na më mësu qysh me trajnu një AI, një agent tonë. Që a e me kry punë për ty. Që me kry punë për ty edhe ti më kom behind it. Amo që kjo është mënyrat është me vetme, ti me kryu, ti me thonë ati në që ka me bë, a i bën, krya në avatarin tënë. Një kanë mu më përbëzqen, pak që shështu, me të kalë të drejt. Mu pak po më frikson me të kalë të drejt. Pse? Se nuk e di, diqysh për e hupat, a ki pa shdo foto që i ka hup në gjyra botës. Në një farë mënyrë, ati nuk bërë gjithë shka grey, gjithë shka hinit, gjithë shka pangjyrë. Për para, për shambull, e ki pas një dhomë, o kun me kretë ngjyrat e mundshme, ose një shpi, ose një logje, ose një... Tash është bërë kretë një shablën, një farë kontrole, mbi këtë botën, sistemi, këtë new world, o di që ka ardhë, po nuk është që s'po më frymëzon, me thonë drejt. Ate nuk po m'jap në e farë ndjenje të mirë, po my gut feeling është worried. Po dhe që atë sa shumë over-vlerësu inspirimi. Si ta është të vëshamë në qatë AI, nëse për bërë një kam të për të mirë. AI nuk inspirohet. Na për qindra mira vjetë,
E kena një fjallim për artistave që këj ka ndodhur inspirimin 3 natës, me një qiu që Po, tash për AI për shumë poezi, pa inspirim. Po, ama dhe AI, për shkakun se unë e bile tash kesh në studio para 2-3 dite, edhe tash ti mundesh me ja jap tekstin, në fakt, edhe zonin tënd, edhe ata me Jo, në po flasim për janë poezi vetë, ai pithu, bëma një poezi. Po, bëma një kështu, ChatGPT-ja e krejt, edhe po, me krejt. Një poetit m'ja bëma me një farë promovimi, unë e vetë histori kulturës kërë këmë punu. M'ja thonë, apo ma shkru na i poezi ka... Si është të mundra, me. Do të vivi inspirimi, nuk mundem. A do të kallëzën që është me ledzu, kur me në frimen, kur me në shu, ketë. Në panë ChatGPT, atë në bëma një poezia të ja bënë, inspirimin, hesh inspirimi. Do në thënë, mu po pëlqenë se shumë mite që kena ndërtu në njerëzit. Ama shumë njerëzit. Kanë ra. Po, veç ato mite nga ka mojt gjallë, që ato mite nga kanë inspiru. Po, ato mite të reja, është e vërtet, po dyqysh, se di, mu po mdo këtë pak që njerëzimi ka më bërë shumë demel. Kam në pritu njerëz me jetu. Po, bëllë kena për më bërë, sa. Hajde, nësë më bërë për gjenerata tona. Që sa 100 mira vjetë në të punu dhe më mishë. Po, veç nësë kena me jetu 100 mira vjetë. Për shamë, njerëz tjerë që vinë, ata këtë kanë më konë, s'po di, këtë kanë më konë që shtë në telefon, këtë kanë më konë, nuk përshon një të ardhme të bukur për njerëzime. Të robota, po dhe për njerëz këtë demela. Da, shta mërë është knatësia ti për e madhe të fakti që nuk mëse bëhë kur që hajtë sana. Unë e ka një herë që e bëj qëto, për shumë që tash që ka të 5 muj, këzre vetën që shtu që jam të bëhë, nuk jam të bëhë heq kur që, mu më pëtëqen që ke gjendje. Po, është luks shumë i madh ditë sotit. Me pas ti luksin, që 4-5 muj mëse bëhë heq kur që, Nish me në barnes më shtrim, me punu një punë sajtë sa me jetu. Po, normal. Po, mëse pas heq kur që. Mëse pas qatë presionin. Unë e kom pas një vjetë që s'kom knu, do më thonë që të vitin e fundit, e kom nalë krejt bashkëpunime që e kom pas. E kom nalë, veç unala njëherë dhe thash duna më nalë, se... Ti përseri ke dalë gjithë ditë, ke dalë jashtë, ke punu punë tjera, ke bo jetë aktive. Punë tjera, jo marrë shumë e marketing, jo marrë me sane ke tjera, por... Po ta më që ta marrë, vishë më qunë me në gjesë, me bo një po më ka ndodhë, me shtri, me flet, apet më qunë... Më ka ndodhë. 2 javë, 3 javë. Më ka ndodhë. Për mu është pak një fashaje depresioni, për mu. Edhe, po dhe? Adhe nuk e di, kurse kom muziken, për shambull... Ama problemi është që të jenë depresion e nuk të rijet të ka psiklet. Ta është shka e quët kjo që ty të rijet. Qef. Po dhe shumë mirë. Ska kur gjotë keqë që më s'kenajt. Ose më s'mëni knatësi që rënë të shpija. Dhe në është ketë shumë mirë. Po, unë e nështë ta që se kum pasat euforinë e muzikët. Se e kum pa vetën që gjithë mund një më konë të oke, që me botash, edhe e poshë që isha pas lullë tepër, edhe i kum taku njerëzit e gabum, që njerëzit e gabum, ty të shtinë me menu që ti nuk je mjaftueshëm, edhe shtinë me menu që ti je ka bën diçka gabim, shtinë me mendu që ti nuk din, që ti nuk ke opinion, që plot sane të tjera. Edhe ti nalesh në një moment, bile më kujtohet ky rast si dje, i thash e thira Zona Avdiun që po ta më shku te Zona në emision, thash nuk muj me ardh tash në emision, isha bu gati krejt. Thash nuk muj me ardh, thash se jam qaqe mërzitme, thash sa që nëse vinë emision, thash anisi me kaj, thash për diçka kitë këtë, thash e kom... Sa të thonë, hajde, se na vinë me prej rirë, sa. Analishtja është për thënë e bajme. Jo, Zona, në fakt kjo shumë e kuptushme dhe tha, të kuptoj, tha, mos tani, tha, më kallëzën e herë tjetër, qa problemi. Edhe në ato momente, unala, thash, okej, ja kum nisë më mësu me thonë jo. Për sanet që une nuk ndina rahat. Si me pi një kafe, edhe me ty për shamu, nëse nuk ndina mirë du me thonë jo vëlla. Por e koja 2 vjetë heqë që si da me pi kafe me shumë pak njerëz. Po, u mësoha me thonë jo dhe unë diva, nuk ndodhe një rast që më shtini mundi shumë keq, por një kosisht, pikpamja jame ndaj që ati rastit ndryshoj, mas 10 minutave që u shfryva, edhe thash, ndali veç pak. Thash, nëse së ka ndodhë që kjo punë, atër plani i Zotit du të më konë maj mirë. Besoj në planin e Zotit për mu që është maj mirë. Edhe thash, nalë veç pak se nështë ta Zotit ju ka të hekë që ta njerës prej rrugës tone, edhe nuk është të funksionu që kjo punë, shkaku që ti nuk mund është me funksionu me këta njerës. Edhe veç u nala edhe Alisa me kesh, thash, okej, pikpamja për një me ka shumë rëndësi, edhe këtë vitin e fundit me thonë që nështë ta kur njët ma mirë nuk jem një, që e kum pas fuqin, e kum këthy të vetja. Edhe me thonë që unë jam ajo që vendosi për veten. Për gjithë shka njëtën tem. Unë vendosi qëfar kongë me bën, ku me shku, për qëfar me kongë me bo, edhe nëse s'duhet që me bo mu, është vendimi jami. Sepse nuk është të mbo
mundi që kjo është happy. luksi që po flasin. Ti me pas luksin që me marrë një vendim i cili për këtë Po, një ama tjerë në konsiderohet që ti braktisjo se dështenë se diçka, ose po. po për ty nuk është. Jo, për mu kon diçka shumë e bukur. Shumë ndjenje mirë, sepse ti e shet një ajë që kënaqet tjetri. Po. Edhe ndërsa ta thotë ku jemi në çie hupa, vëdin. Po, Pak e koni pak kënaqësi, vëdin. Plot. Po tani është kënaqësia dy fish kur ti e din që për ty u kon është fantazike që po ndodhen. Po, është vërtet. Edhe po edhe mund E kom kesh përjetu. kur ai më ndonë vëdin që vëdin. Hesh ja do të më bëj diçka më thon, ja valla jam pak lazy atë s'më bëhet kur gjë. Edhe din sa mirë kur Ai pa të po yes kisha. ç'është nish i fuqishëm kur thuti s'po du kur gjë më bë. Po den. S'po du, veç nuk im ka du me po kur gjë. Gjithë shumë luksoze kemë thonë ti. Po. Se nëse tu punon me një kompani ose tu punon për dikon, s'mund të shpëton çata. Po normal, se i robi diku tjetër. Po, jo, s'është për Europë, po ideja bëhet që të vjen keqe, punon që ato me thonë, jo sa të thon vijet. Po, se mund, se jeni një farë robi, varet çfarë kompanie jenë, ai një asi një asi që ki raportin. Mbledhje. Po, në për këto se janë ki obligime, po, veç po du me tregu që ke shumë, për një me ke një farë rikthimi i fuqisë të une, që shumë vonë është ta kom kuptu, sa powerful jam. Sa powerful jo, veç unë si person, po njeri në përgjithësi, për vetën e vetë, është shumë i fuqishëm nëse ja din vlirën vetit. Apo nëse din me kuptu kush është në të vërtet, edhe çfarë atribute ka, ose çfarë vlire ka. Atin është shumë e rëndësishme me njoft kush je. Unë mas shumë te, po përpos që kush je, se kush je është shumë gjanë. Unë vesh një detaj e kom analizu, edhe është për çka prekna, për çka lëndona, për çka dikush mund me shti me vujt unë. Po. Se po më në viteve të fundit që ta e kom zgjedh fokusin, e kom pas fokusin më herët këtë koha të lumturia, të dopamina, me dalë në party që të vikend, me shku në precisën e festival, me bo të një farë natë, me do të një farë aftjeri, me shku të të një farë njëre, apo këtën, sërq, vish, dhe më thonë, të menu se dopamin, të shko me një party mas një orë veke bajat, të shko me një after mas një party bajat, në festival mas 2 ditë plazha bajat, a vëzim, dopamina aty këtë kohën vish kërkan diçka të re, diçka të re. Libri, po, non stop. Edhe tani çet shumë bëhet lëdhshme ajo, a vëzim, sa më domethënë ti më shumë shku edhe ka 4-5 herë dikon, po mos më bajaça. Po, të bëhen bajat ato. Edhe tani vish ka ndryshimi është që mos me bëhen çat me kërku lumturinë dopaminë, po me kërku me reduktu vujtjen. Okej, ose me kërku të vetja. Po jo, me vujtjen me reduktu. Pa çdo vendimi tash ti për shkak, kur e marrën kur dikush më bën një farë oferte me bëni diçka. Edhe tash më herët i komatën ku kam shku sa pari më dalin ato sa kam bë. Po. E tash ti e mas, nëse kam shku çto sa bajati është të punu ato, nëse ti merrni 500 euro ato, e ki 2 kameramana që shpizë kam ato atë sa bajat që më ato. Njëri ti vjen era tjetri fol pa lidhje. Çto i ka lidhur me pikpamjen që thash më herët tonë. Po, e tash ti kresh të sanë, për mua janë bërë më të rëndësishme, se sa më shkuvish me shku me punë me një projekt ose kur më thjesht dikush thot me një after për shkak party. Ma dhe shkuvish kështu pa lidhje. Njerëz kanë marrë energji, kanë thikë energji shumë. Tash e 50 herë kush është? A vjen. Ma herët në panele, në televizion, mish jam hinë si budall klok që do vjen. Tash ti pa ma çulisin ato teme sa kush nuk shkojnë. Domethënë. E pse kjo ortone? Pse kjo ortone? Ti ku morë në fakt desha me të prit kur kemi dalë me bona e sajnë vetë. Okej. Pse të zona që të kumë për cilë. Okej. Që të nuk e pëlqy për shkak që i ke full dhe sene që shme i bën njerëzit, shqiptarët si dhe mas, i bën kur si shekë kush ose kur nuk i din që është dikush i vedishëm për veprimet e tënve, po. Se tani qaja shumë sarë të kumë një herë më ka kujtu, se shumë raportin e kumë pas me të shpisë për shamë, se mund bëshën shumë për shtypje, raportet e pri shkollës fillore të mesme, raportet e shëshnis teme me prendë, së të mos të mesme, në fakultet. Fakti që qysh prendë edishën për jarën e vetë për shamë, prendë e me kanë ditë për mu që nuk ka shansë të bëhë kësi gazetare që ka me përmën në RTK. Me në e të njëtën e vetë që aty. Po, me përsa. Ama ata krejtë kohën e kanë kriju që të përshtypja dhe që ashtu më kanë po. Tash une, të pritu më jam spigu atyne që në kam e konë qaj gazetarit që ta pëtu në konë. Ato sa janë taku me ta, unë e kumë me besu që qaj është të ndodhë. E në ndërko, unë e kumë bëjë jetën më farë dush gazarin të që unë e kumë dashtë. Atyne në qenë se ju ka interesu veç që
a është e popullë është tek sene, për mu është shumë raporti pse na bëna sene që e dina që nuk janë, ose po veç që mjafton one mos me ditë ose mos me dal. Po kanë herë kanë qef njerëz me i gëny. E tanë të ki disa tema ato që ja përplas aty që i fol për këtë sene, që se ata shumicën e seneve kanë jetë zanat i marrin e qisin në diapazon sikur krejt është situata në Kosovë shumë e mirë. Po, në anticipimi shumë i mirë, abdhen e tash të vitë qëto dhe kanë jetë, ata ne kanë herë të reality check, reality check. Për shumë prej raportit, për shumë prej, unë qëto tani di dhe prej seksit në si gay në Kosovë. Për shumë, se shumë diskutoj pse mungon seksi mes të kstretat shumë si temë shumë e lirë me bo. Pa obligime të lidhjes, pa obligime emocionale, seksi si një diçka praktike, seksi si një diçka biologjike, diçka e nevojë e momentit. Po, konsiderohet se si krim. Te ju kupton që pse është për shkak të elementit që shumica neshkëve folin shumë. Shumica neshkëve në Kosovë kanë nevojë të jashtëzakonshme për me shpreh që për me përmbush egon e vet. Një përvojë seksuale. Për shkak unë gjatë jetës edhe në punë, kolegë në njërë që të kanë qasë, që kanë të regu në mëngjes, pranë që e këmë bëkë një stenë, niveli që ka të regon aje, së dhe kush ka në intimiteti që ajë nuk e kuptan, ose në tavolin, pranë jam të taku me një farë qike, e ta që kjo nuk e lejan të një qikat me sa në këmë po edhe me kanë të hapën a ndaj që ty në eksperiencë, Po, mundet më kurë. Nuk ka dokë që kjo ka njerën. Po, është, dhe kjo është, po dhe femnat flasin. Po, dhe fakt. Edhe femnat flasin shumë. Me thoni femën që unë këmë bo seks me një ideal, për atjori në shkrenari, për shta nuk është njëjta. Po, është shumë ndryshe. Për shembull, nëse ti një femër një mashkull takuan për herën e 2-3, le të themi po njoftuan. Mashkulli kallëzon pa pikën e marrës. Po, straight 3 herë më takuan për seks. Jo 3 herë. Okej, katastrofë. Ma shumë duhet. Domethënë mashkulli tregon pa pikën e marrës që ai ka pas këto, lista vazhdon. Edhe ndoshta ta thot një numër të caktuar që ti me jetu e këshyrë edhe nuk janë in. A ti nëse je si femën në atë takim, ti nuk bën me kallëzu me konjekun, ose konjek i pas ex, ose sa të doshë ki pas që në fakt nuk ja vlen as me diskutu për të kaluarën, për hesab të amin, sepse njëri nuk lidhet me kërkon për me dështu një lidhje, lidhet për me pas sukses, nëse tash po flas për njerëzit normal. Po, tash... A kemi në në herë që a ideali në fakt nuk është të ti kallëzu, ty me kanë kallëzu seks, e është qa e për cilë, pa një fakt është si dhe ndryshë që me të kallëzu që është tepër i mirë në seks. Po dhe, këmbrejt që shërica e djerë me të nanë, e kanë qëtë problem, se me babën nuk folin familjen, a ke qëtë probleme kena që nuk mësohëm edhe mësohëm parë në nanë. Shumica e djerën bedhe, zane? Gjuma seksuali e ty një kur takohen kur bëjnë dhe seks është që e kanë porë në filma. Po, diçka që s'është reale. Po, se nuk është që e kanë mësu, ose e kanë eduku dikush, ose ka pas një vëlla pak matematik që ka full. Nëse hi një vëlla pak matematik, ka me të full që të shush më pasë. Po. Se da i zdin. Po, dhe kjo është një pikpamje tjetër shumë interesante. Po, e tani mu analizesha pse dhe gejet është që këtë liria seksuale me bë seks. Qka që lirë shumë në një situatë që nuk besohet që është dhe lirë shumë. Po, është shka që nuk folet. Pse bashkë nuk folet? Edhe ja u jep lirin me bu bashkë shka të kanë qef. Se e din që qaj nuk delë kërkon, se nëse te kime qitë dikon, tjertë kanë me dyshu për ty. Tjertë kanë me dyshu, e vërtet. Ti ka me dojnë. Po, del në paqë edhe ti. Edhe diskutoj shka me një shohë që në të diskutu për revolucionin seksual që i vynë strejta, me ta shumë i shohë nuk bëhat kër revolucion, se na merë këtë në qafa, vëllim. A vojnë atë përfa. Në me konë normali me diskutu, që shte si kërë për strejta, vëllim. A vëllim, fakt që shumë kështë dalë zani mu në Prishtinë, se s'kësha mujtë me dalë. Që tash ma vjetë Aliona strejtat e prapambetën. Aliona strejtat e prapambetën. Se sa më prish karriera, po këtëm, tash kërshim. Perfekt, do me thonë karrierën e ki... Vazhdoni, të një dhe në 10 takime, pas taj seks. Që nuk mëne që kjo ka mu hik. Por, a di qa me ndërë tjetër, që shumë njerëz në fakt edhe e kanë të hikme, këtë farë pjese, po në publik e kalëzun këtë tjetër sen.
Po dhe? Do me thonë, ideja është që pra pas skenave në shqiptari, mendoj, edhe nështë edhe gjithë kanë botë, shitet ajo ideja perfekte e familjes, shitet ajo ideja perfekte një qifti, në fakt, mbrapa skena është e tmerrshme, që është gjëna, po që ashtu është. Po. Edhe menoj që shumë njerëz i kanë thyë që po thjesht nuk i flasin, ose nuk i flet të shoku, të shoqja, ose të shoqënia, se i vjen morre. Se nuk, këtu kanë frikë njerëz nuk unë vetvetja. Bile po është një person, s'pë flas, shumë hipokrit më dok, filloj me tregu për që ka qenë pjesë e një emisioni, në fakt, ai vetë personi nuk mundet me qenë vetvetja në një shoqëri të tillë, sikur se është këto. Nëse ti nuk mundesh me qenë vetvetja, ti nuk i drejt me shajt kërkon tjetër për opinionet e lira që i flet dikush. Se ti, ose me thonë, Kosova është kështu, është ashtu, po ti për zotni nuk i ka mundesh, nuk ki guxim më kon vetvetja në një shoqëni tonë, atëherë pse ti po flet për dikë tjetër që ka guxim me fol opinionin e vet. E kjo më dok shumë hipokrizi që unë mendoj shoqëninë tonë është full. Po, sepse sikur te homofoba që sa më shumë homofob që jetë, më shumë den pa që ti në fakt je shef. Exactly, dhe unë mendoj që ashtu. Nëse një njeri nuk njihet rahat rreth personave që kanë, do me thonë që janë gay ose diçka. Unë kam shoqëni straight atë, më qenë shumë confident që ti sa vjen tema as nuk e nevojën ai me thonë ndaj far mendimi për atë sen. Nëse ti je në tavolinë dhe po vjen fjala për geja, ti peni nevojën që më njëherë më deklaru që je kundër. Diçka më nana te është ka thot fal se mos më din ti. Edhe unë mendoj njëjtë. S'ka shansi me nëse je straight confident. Po, s'ki nevojë me diskutu për atë? Nuk e një nevojë me thonë, jo se kundër jam aty ne, se ti je për vete e din çka je. Po, s'ki nevojë heq me... Nëse jemi thonë, aty një abo, ti a e të kako, a e është panik atina. Po, e ka probleme me vete. Da, dhe më adhe si më spajetohet aja. Po, se më spajetohet çaj gay që edhe ajo është gay. Po, dhe. Po, e vërtet. Edhe unë mendoj njëjtë për këtë farë pjesë. Amo diçka du të me boju në stretat për me folë, se atë që shumë problematike është për momentin me djemë strejta. Apo, unë po mendoj që është problemi që ma shumë është problemi me këta që po shiten që janë straight, edhe në fakt po janë ose biseksual, ose po janë gay. Po pi trattan tani, edhe pi mojnë qaf. Shtunën alkoholim. Tani po jenë 4 grande, 4 mëngjes. E po pi me në qafën full aktiv. Edhe familje pi me në qafën, nësë kuptoj këtë farë, ma mirë kallëzo vëlla. Unë për vete kom lërsu të të shumë. Amo qysh ti edhe që edhe në okej djemë qëta strejtat që e shefin e po martohen, pi Fajsani. Po, përshamë si qikëti, martohesh me një gej, edhe është pa mundur ti mos me vrejt. është e pamundur dhe edhe unë e thamë është e pamundur, që sa kështë të tonë, s'kështë ndohë. Kjo është një farë beti, kjo është dhe një të të sen që fletë edhe për... Edhe për anën femrore, po e vërtet. Po, ama fletë për munges të njojë se qka... Sa kështë të tonë, eksperiencës. Qka të me thonë me vëngej, qka të me thonë. Po. Shumica në Kosova, shumica e qikave te për të mira, binë prej qëtyne djemve, a di pse sa të djemë janë kretë qka nuk është një strejt, djali mirë, i urt, edhe stilet mirë me të shpis, nuk ka prej kërë, edhe në kështu ka në ty që sa ka respektu. Po. Nëse edhe në fillim që to intens që është situata, edhe për të respektan, run, falire. Po thua. Se di unë... Edhe ma vonë tani, jo se... Jo, asë respektisht të thirë në darke, do me ta shtru në i darke, se në përëm. Kërë përvjen puna intimisht, se s'ka shumë që e intense se pasioni i fillimit me u shëndru në respekt. Si të mos kërë jenë krevetës, si të mos kërë jenë mrena më ndonë. Po, okej. Unë menoj që energjia nuk rrenë. E ndijen, dyqysh kur dikush i pëlqejnë moshkët, dikush i pëlqejnë femnat, unë për shembull kam shumë shoqëni që janë gay, edhe unë e kom ditë me një herë që janë, për shembull, e nin, dyqysh e ka një farë vibe. Unë thash ma herë për ty, ti nuk e ki qatë energji, nuk e di pse nuk e ki, nuk e di çka është kjo se kom analizu shumë, po ndoshta po. S'na kalo me najtë shumë. Po, s'na kalo me najtë shumë, po apet halos për një. Po e kam, po tani kërja filloj më bo shumë sesje dhe shumë vim. A, nashta, okej. Do të me dojnë në e, për me bërë. Ka tërë kemi dojnë uvë sa i të mërë me shumë. Zakonisht mas 3-4 dite e kam shumë probleme të dhe me njerëz me kriju. Unë e kur klik me dikon, unë janë nisi tepër shumë me full keq. Fulli shumë, shë tepër shumë kundja. I provokon? Jo, se unë, më tonë është brutalisht fulli me të ka.
se kur klek me dikën kam qef me kon brutal Po menon kur klek kur të pëlqen dikush kështu. Okej. Kam qef me njerë më janis me... Okej, me shose, me fol, pak, bën ton, me shukun që në një tjetër. Unë e përshë me foli mirë me njës që së më rrijet. Dhe më bona i respektoj e thënë. E shta shau ka të rrijet? Po, shumë mirë thënë, jam të gjypim pëmë, po të se në të lanë. Jena të për shumë mirë, e këtë ditë që kena pas një muhabet shumë të mirë, unë e te. Po, dhe unë e disojnë ndokën na i mirë njës që minojnë kërë ngoj te për shumë. Unë kam shumë të me nguti ma shumë se 15 sekunda. Unë të rryti shka. Po, normal. Ata minojnë shumë që unë i për respektojnë, dhe tonë jo që nuk qatë që shborim, nësa që... Si ka motivan? Jam të do njëri që ngoj. Si e të motivu, po dhe, jo, edhe unë kom qef, kur i kena qështu ping-pong, që po thuti, menoj që një me ka dhiz muhabeti edhe po kena që ka me full. Po se janë dy situata, me qëta njerës, është tjetëra për shënë që dështë me lodi kanë vishë kur vendi kush më shfry. Po, edhe unë më psikologja. Unë jam magnet për qëta njerës, dhe me thëmë. Nuk e di pse, unë e përfundoj, edhe kur jam në farklave e kanë, unë e përfundoj në 4 mëngjesit e në farë CVC-a, në qikë që po që është në kajtë gazë, një djarë, atë një parbajati, atë që me me dzecë. Unë mendoj... Pa, dhe me tonë jetë. Më ka ndodhë, edhe më ka ndodhë. Po dhe, se di pse e kam edhe të unë e femna vinë, shumë për shumë ka ndodhë në për WC një restoranit, ose diçka që ju më dojë, unë e ka hi... Po, psikolog dhe mesinatës. Bile, po du me thonë që e kom thonë një qike. Që ti tavolinë. Këshilla për kriza në orës 5. Ajo qika e shpasron depresion. Do me thonë, u shike shumë keqë është, edhe i thash qka ki, edhe nëse thash të një maj. Edhe tha, o bre, jam qëto me të fejumin, tha, po kam bën shumë zullum. Edhe unë i thash, pëse thash, qka o ka të bëna? Ne thash, që sa e feju? Tha që një vjetë, që ashtu e diçka, edhe një vjetë të gjysë është njoft, që apë di unë, që ashtu e diçka kja storja, se më kujtohet sakt, edhe ja buna thashe, pëse thash, qka o ka të bëna? Do me thonë, aj tipi në stop e thërke në telefon, sa ishë bëci kjo. Edhe kjo ishë qaq pi sikletit, ishë pi jodh, edhe nuk mujki mu, vici vike me kojt, edhe unë ja buna thash, sa veti ki, edhe tha 26. Thash, zamër, thash nëse... Run për jetëja. Run for your life, thash ti e shumë e re, thash unë nuk e di raportin, thash normal, unë nuk du me thonë ti bën ashtu bën kështu, po thjesht vlerësoj veten, që të dole me sritë qaja, se nëse na që e qik i kish posë në familjen e vetë, edhe dikon që i kish kallëzu, që dashnia nuk në nënkupton që dikush të me të gjithë vërtësane, dashnia është që shtu dashnia, dashnia është partneritet. Fatë këtë se shumica që dyne e qikave, shumica që dyne e djemve, që ato e kam mësu tek shtëpia vetë. Po. Ajo, unë shumë qika, i kom intervistu shumë gra që i kanë rej burat, janë shku në polici, janë shku në shpine e sigurt, edhe janë të të ru më këtuja për tek. Edhe i kom të pas intervistu, janë 20 edhe i pëta vetë. Pse? Edhe është nëse, kur i këshyrë raportet e tina familjare, kejta ato gra, e kanë pas të shpia në qëtë modern. Ato e kanë ponanën e vetë, që shka duru. Që ka duru, po dhe. Edhe mësojnë që ti dush me duru, të s'ka perfekt. Po, e vetëmja, edhe është problemi i nanave u konë që nuk e kanë kalëzu qikave tyne që kje që fëshenit të mëne. është palidhje se nuk bënë me pas, nuk bënë të me duru, apo bënë ka shku, pa u folë, edhe tani atë, po kena që ka që përfundojnë që të lidhje toksike, se aje nuk e din... Nuk din ma mirë. Aje nuk menon që është okej ti me thonë me këput atë lidhja. Ose veç me ikë. Ose po, dhe me thonë s'po muj mo. Aje menon që të të duru. Po që të duru, jenë të shku të dek. Po, më të është edhe problemi djemve nuk është është. Atë nëse na këtë folëm këtë kuon, i folëm vish për famë. Ta është edhe qaj djarit që është qaq manjak, qaq i obsesionu ma se sajna, edhe aje nuk është vish që është u qu një ditë ose pse është burë është ashtu. Po janë shumë faktorë që aje e ka papëvën e vetë, rrethin e vetë, shëshnia vetë, plus që shëshnia e burave nuk është as pak mbështetëse emocionale. Për klasin të grave. Qikat të shkanë salon të ndullimit të qikat. Të shkanë salon të ndullimit, janë nisë me ka zhut të shka, krejtë qikat në letën se të me ngu, të ngojnë, o bravo në sen. Shkanë të me prej flak të frezërat e djenë, janë nisë ka zhut një të shka emocionale atina, dhe e se përshka lidhe më së merë më ka kuna. Po, jau ndrydhe këtë një. Ose janë nisë me folë për një të shka që nuk për një jetë mirë për mesajnë, leve birë këtë fasane pa lidhje. As pak që ke kultura e që është as kam bështetet e shpija, nuk e lejohet atina me shku me
Me kajt. Me kajt e shpijose, me thonë nuk po moj dhe nuk po du me dhesh, nuk po du me ajt që i bi rrugën. Që kryon këtu të qikat të punojnë, ta bin rrugën aso. Kretë kjo do më thonë një pasurat mentaliteti. Po dhe para me jo, për te familja që të nga njënis me gjeneza. Me rënjësisht të nuk tonë. Rënjësisht kena nevojnë. Në përshona ata që po folit, tani aj hen panik se aj e ka po dikën rrët vetin që u ndapi grus edhe gruja e ka lanë për diçka, e ka po humiliation, e ka po që i kam bo rrejtë tina, sa e ka folej për diçka për në lidhje që ava lebe birës e të ka i ka ja. Po. Që të thanat nuk ndodhë kjo. Ma përdojnë shumë, ma ka një farë kujdesi, ma emocional, nuk ja përmen të shohë që ka lënë frajeri, që të herë ja dhe Po, e vërtet, po më varët edhe për shëshnis. Po thonë shëshni, por nëse të je shëshni ato e qënë edhe nuk rreme me ta. Po, e vërtet, e lartën për vetë. Po të janë me nejtë me qëtë shëshni. Po, edhe ndikuan shumë, edhe në përzgjedhjen e tënve për një femën. Nuk ka të drejtë më mërzit, asi se tani do rejtet si dopsi. Dopsi e ti, po. Po, dhe kjo Në më dhe qka kërkohet, po edhe na për qëta nuk po folim, edhe me ne që du të me folë edhe për qëtë anën e burave se në burat i lëna vetë si disa njerës që janë të i po disa veprime që që ashtu janë. E ato nuk më nëmi ndryshume se nuk i shku në aty në ligjin, që kena shku të grave. Po, e vërtet. Se feminizmi në Kosovë ka njës me funksionu, kur i kena këtit aman, të vjera, të familja, me njës me thonë, është normale me i këtë shpis, me milion për shpit, me s'ki nevoj menet, me dhunusin, një tam kampanjë më ngënë për shta bura. Këshillat për burat, po. Me thonë që është okej me, a ka kampanjë që është okej me kajtë burën? S'ka pas. S'ka dhe s'ka pas. Së dhja ka pas në herë. S'ka pas, ne? Unë është me qelë. Jo, s'ka linë. Një anë që e kom lënë grajnë dhe më u kapë, po s'ka jetë. Po jo s'ka kampanja, dhe s'kom po. Jo, pas nuk ka diskutim është shumë, dhe pritje që kanë për bura, ta për qështëni. Po, janë shumë të larta. Se shumë nësë më në më hu një farë fakti që te shumicin e qikave që një të folë, e kritikojnë një loj të mashkullet, që është patriarkal sene. Po tani kur janë nisi me folë për të tema që ka nevoj për një farë fuqie sene, tani përsërisi kur e kërkojnë për i bura dhe patriarkalizm. Se me konë pa, atë se burë, me konë ta... Jo delë shumë që kjo, unë e mene që së më nështimi së më nështë me përparu, si gru nëse nuk i me marrë dhe burë me përparu me ty. Po normal, kjo është dy anshme. Për momentin është shumë e ndame kjo, për momentin është 90% punë të kjo. Ashtu kështu ishte një pjesë. Po edhe, tani përsëri jo pëse po kena përsëri dhunime, sepse ti nuk po punon me personin që... Që është, po, që është kaktor. Ti po punon me viktimen, po viktimen, ti kur të punesh me viktimen, ti të punu shumë vanë. Ato veç u krye... Ajo është punë tani që te nuk ki nevojës më krenu. Nuk ki nevojë më krenu që të të mënë viktimes. Ti të shumë krenu që për përënda lënë, për edukën... Që s'po më rrindi të qaja pik. Vërnusin, po, që me... Po, më rrindi të qaja pik. Po, e vërtet, se kërkut s'ka voljum tim të shkaj, bën, djenë burat në Kosovë, me bo kësi veprime, me konsideru. Po, si... Nuk është tradita, mo. Nuk është, po ka ndryshu, po e vërtet, po apet se apet, janë ato mënyrat të shprejurit, për shambull. Gjdo dit njëri rritet. Ti kur të njën, për shambull, babën tënë të thonë, hajtë se djali jem, ti grahi qështu se qështu bën. Apo dhe nëse në qoftë, ja rrasë shuplak një motrës vetë, për shambull. Edhe e thëtë, mëse prek se djali o kë. Edhe qëto sahane jenë të vogla, nështë atë gjënë shumë ndoja, lunë shumë rëllë në kryimin e një fëmis. Edhe me ne që është shumë të përjetës. Kur tash të prënd hecë për mire me fëmi, për internetin. Tash të nga mirën hecë? Njëtin, po të njëtin sana, apet e kena, edhe ma edhe nus. Edhe ma e keqe. Bile ku pasë tem këto. Shka që në internet ata e shojnë dhunën ma të naltë. Shumë, aty të ketë dhunë. Problemet është që kur te nuk po mire shërish ta burë, edhe për trajton si njësi do të me jabë dërheq për privilegjit. Ati sa zërshme është me jabë dërheq për privilegjit. Unë e kom përvu dhe të shpia. Edhe i kom tonë gjallit të vladë. Përvu mësë në qash me hek për privilegjit dorë. Sa dhe ishta me to që me ku të qosh me në gjesë, më të qyti me ditë, menja joti me konë që ti kemi qitë kafën, që nuk është dikush për me ta qitë kafën ty. Ta po unë të qenë kafën me të po amo të ashtë të vret, të din meni që mami jo ta qitë kafën. Po, e ki ndërgjegjen. Kur të shkosh në punë, me shku, me këshu, ish me menin tane, me gjithë boksericat, me gjithë majicat, me vesh për veti, pa e thirë grunë ose botërën se si kanë. Privilegjë është që kur ti këthejesh me pjorës 12 dhe motër e o të këthejtë në orën 12 dhe vish motër e thane i përtasën, privilegjë me tonë dhe ti, pëse mund s'po kërka një logari
me dalë me Po. bërë që të bisedë me këta. Po, E po, jo po. ty, ti mu knash me ata edhe edhe po tha unë mbroj, mja tham, lu po krejt. po, ama ti dush me jabë dërheqi me thonë, asën e që, s'po këthejna pra, para Po. masajnë. Edhe më dhënë, tash që të sanë privilegjin atina ju do ke shumë e zashme me hekë. Që me u qupi bukës pa me nu që ka me lo pjatën e vetë. Po. Si sanë bazik. Sa në bazik, po që thashtë edhe Për unë ta si shmi, se jo për shembull për vllajën tem nuk është, se vllaja im kthehet për punës, punata ka punu, s'ka punu në sen, ka punu buk, edhe është e kuptueshme që vllaja im nuk e hek pjatën. Okej. Se është një punë që është në maqinë. Ama djali tina, që s'ka ne punë as ne kur gjabë, ai e vazhdon privilegjin pa asnjë merit, Po ke, veç pse është djalë. po, ajo... Që ta tani ai për merë, për transmeton gjithçka që i takon, se është djalë, okej. i takon edhe mos sillen në thamë çështu, edhe në lidhje çështu, edhe Po, vetë marrë ty ders. që ai Edhe me duhet, sferat është në drejtë e propozit. tina, po. Po, se ai dini krakiret. Po, e po që kjo i Ai me në po qafë. që kënash djem në Kosovë. Nuk e tu bravo që shpër krakë e sa mirë. E vërtet. Sa letër se... Normalin, me njerë. Po se vinë validim. Po, e vinë. Si kërkush nuk e... Po, mënyra që rritë, djemët kanë privilegje që po të ti. Dhe në moshën e 4 të ju thojnë, i apin komplimente për do kësh një bukur ashtë. Mas janisin ma, nuk kërkush si komentojnë, kërkush si validon për kur gjë. Po, e vërtet. E Edhe kanë baba munges. Allah të i mënu me ritme, mos me i përkëra, zakonisht këtë kohën i Por kundërshtojnë. mu kriju maj fort, mu bu me dhe E me. tani kur i deli kush që i validon, i vish i erni... Ose shpreja, dhe asë një cigare se bu është burë, për Po, shkak. ose kur i thutin ta kemë edhe në i tipër, më sytë i buri pas kërë dhe ose e mërë mas seksit, të ishë një jashtëzakonshme, edhe në seks, ha? Aja mërë tani tipër se... Adhe nuk më su, Merr në nënë që i shumë ti e me më gullë, adhe në thotë që është një vetë betë, adhe nëse. Po më në betë më tha, adhe në që ti e ma i forti që të në që të vetë. Po, edhe e kalëzën këtë... Ajo unë gullë mu, adhe në tash, nuk e kupten çka të në thonë kompliment për validimit, se 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 merë në... nuk po folë, Po. ose kur i thotë të thana vetë që nuk po din me kurës nuk e bo me një orgazme, unë jam komen të diskutim që shtë një herë, për të bo një. Basë pa të prish shumë, edhe si akmarje pa të bërë tha, a ti qëka tha kur asë orgazme se ke bo me një. Wow. E ta shaj, a djali për e të i thyrje, psikologjike. Okej. Me dhe mekë që kjo ka... Qysh? Nuk e më keme arrit, a i me kuptu që Që kjo s'ka qeni oftë për me mri ajo qatë Po, pikë. kjo dhe ke që qysh më ke mashtru mu që kjo e bëjke për veti. ja vetë ka kthy ka vetja, Mu që më ke lëndu që në kumenu që ti... Do më thonë ti pas ke rejt mu. Po. Tani që të e kupton që ata nuk janë mësu në korë me pranu. Do më thonë pibjen që jenë të rritun gabimisht. Po, edhe po. Me një farë privilegje që s'ju takon. Po, ama kur të rritesh gabimisht, është shumë zërë nëse ti të këndështon nëse të qunë. Prapa mbetën, do nus, në që të menalë që temën, nëse dojnë ase nuk ka mundësi me përparu ndryshe, nëse në nuk fullëm një lukojna. Edhe mja morë seriozisht, po jo të atallë, se a ke pa dhe shumica komente nëse janë nisë me thonë, leri burat e qaj, për shumë të bëjnë ashtë kampajnë, se është okej me kajtë burri, ose pse është okej burri me smuni, rahat me bani diçka që e shtin shëshnia me ba. Po, me smuni Disa rahat. vetrime, për shumë shumica në përkatune, me shku në pame. Po. është obligim që ata nuk e një, kështu që atë është hajt, du të me shku. Për që sajna e derit e me shku në ndarësëm të dikush që, vishë pse... Raki dosë me u pomë. Po, ose... shumicën rasteve që është. Me shumicën e sajnëve i bojna për hatër... Për hatër të halkut. Se të mësë katune është kjo, edhe mund ka një muta në shumë kjo një jetë perfekt me ndryshu. Po. Edhe se ata shumë jetojnë për tjerën. Po, ja, për Për hatër. tani e këmë kuptu pëse, së është letë me jetu jetën. Tani s'ki përgjithësi të caktojnë tjerët. Së është mirë që është mirë martu me 25, këtë me 25. Po, vish tani për që ata po ndodhin shumë sana që rezultatet janë tepër negative. Se ti s'pengon vetën për Nuk është vetë ideja me moshën, është ideja se me pjekunin. Me pjekunin që shni është ti, me dashnin, me partnerin që e ki që do me që jetën, vëlla, kur që është me nxas me thonë, shqyr që jo me këtë njeri. E ju me thonë, o zot, pse përfundova me këtë person. Menoj që fatkeqësisht. Ose me pas 2 kreveta ose 2 dhoma që përse i më shpërflejt në domas edhe me pas. Edhe me kalcu. Se shumë Nuk i nevoj me flejt bashka? Shumë e ka ronu lidin që kjo kreveti për bashkët. A vjen për shumë okej, mujnë e parë, mujnë vitën e parë, a vjen të gjyshtan e ma.
Mas vitit tret, unë më që do të një krevet shumë të madh. Jo, do të më ndru kreveta 2 dhoma ai. Marrë një krevet shumë të madh. Në Tiranë kështu sallën seriala, të merr xhumin krah. Shkon bën seks, jep një tur, ama e bën xhumin kreveta. Edhe unë mendoj që njëri nuk duhet me harru veten, edhe pse është në lidhje. Se ti ke nevojë kanë herë me kun vet. Me kun vet me pas atë kun tonë. Ti pas janë ti për të që ti do me fletë ty më pushtet. Po. Ama do të më kuptoj që nuk ka të bëj kur gjë me partnerin, ti shkon me ty. Rinata, ti po ke mund ke simpati, po jo. Nuk ka të bëj me që muzika më pëlqen mua, ti shkon të bëj me që unë kam nevojë të mos. Sera jote nuk pëlqen natën që pëlqen natën. Po do është normal, ju pëlqen as jotja kanë lemo ti po. Çish, çfarë do të thonë kjo çfarë? Kur gjose me thonë. Lista pas probleme, diçka tjetër. Po, çfarë do të thonë kjo pse s'po të pëlqej mua në kënaqësi, sidomos një person që mëson me jetu vet gat. Po, unë kam shumë problem. Është shumë problem me jetu me dikon tjetër, edhe më një rahat. Po, është një gjë përsëri kuzhinë ti takohesh, më shumë putë përsëri, më shumë çfarë dush pa. Ideja është që nëse partneritet me së më është të funksionon me dikon nëse ti nuk funksionon me veten, nëse ti si jetu. Po, shumë e vërtet, shumë e vërtet. Me rritë se 4 orë me dikon, nëse të dhe në punë 12 orë me rritë dikon. E kumë po ato Sex and the City, seriali që është, edhe kjo Carrie që shkruan non-stop në laptop, martohet me këtë tipin, edhe kanë love life, po, e kanë love life shumë crazy, po tash kjo kur edhe pse martohet me to i thotë unë nuk më me lon apartamentin tim sepse kjo jam unë. Se është diçka ajo pak e tepron se tani amon ato apartamentin aty bigut, po okay. S'pedi që pjesën e vet, e di që çfarë më ka dok interesant, se tha kjo është kush jam unë, që është ku pjesë e rëndësishme e jetës së saj. E pse më hek dur te vetvetja për më kur me dikën. Unë çto nuk e kuptoj. Pse dush më hek? Sepse neve është mësuar që dashnia është sakrificë. Dashnia ti është me vujt, është me hjek, është në është mësuar, po kupton? Çfarë është mësuar? Po, s'ka njëri perfekt. Dashni njëri dikon njëri do të më dhon pak, për diçka pi vetes, apo më thon pse? Atë nëse është dashnia që ka qenë mirë, pse do të më konë, pse këtë më konë kurban Bajrama, situatat. Pse do të më hek, pse do të më konë vështirë dashnia, asnjë nuk kuptoj çfarë. Ti jep tash pak sakrificë. Na të dytë me kom pak bashkë. Jeta e përbashkët, okej, ty do sa në t'imponuan për me pas më nërshë, është jetë tjetër. Por, me pagu banesën bashkë, me pagu një kërë bashkë. Po, fix, mi pas të në... Me shku pushime bashkë, me dorë në natë në amër dorë, me dorë bashkë. Po, me pas një jetë e përbashkët, thjesht mos me hek dorë për kush jetë ti si person. Se menoj që ta në s'kush më konë, as me tjetër në lumë. Për që të shka me vetë me një person që shto, këtë kohën me bërë jetën bashkë. Po, edhe ajo menoj që është pak e teprume, ose nështë ta një farë ideje që ka qef njerëz me besu, tani e shohin që realiteti është pak më ndryshe, që është okej ti me pas jetën tonë personale në atë aspektin ti me veten tonë. Sikur kur shkon fitness për shembull. Ideja është që këto njerëz po duhen me kuptuar që kur ja nisin me dikën tjetër, do të ndryshojë situata, do të ndryshojë jeta, do të ndryshojë. Do të ndryshojë gjithçka rreth teje. Jetën. Edhe në fakt po ndryshon veç famna. Mashkullit nuk është që ndryshon shumë, të kallë drejt. Po, ama pse i duhet të bëj pyetje pse? Po, normal, edhe tani gabimi tjetër është që ata mashkull zgjedhin me jetu qashtu, në vend se me komuniku, edhe me thonë që hajde po ulem e po flasim. Çka të pëlqen ty, çka të pëlqen ty? Ku jena ato pas ndeshje? Pse s'jena ato kuptu çto? Mendoj që në fakt edhe me vetveten shumica njerëzve nuk janë real, e tani ku më kon real me dikë tjetër. Ideja është që shumica edhe lidhjeve nisin, ai ideali prezantohet në dikush që nuk është. Këtë qika e din që si që shtarë të shpia, baba me. Qika e din që këtë djallin nuk është bashkë ashtu, Po të është e ka hangër furën, të ka thonë ty, të ka rajnë ty për a djallin pak. Të ka po pak djallin pak matë njësë sa që është. Të ne ka rejtë dhe dikën tjetër. Të ne vetë e ka kriju një rrën për a djallin. Të do është ajo me dollë të shëshnia mirë që ajo është një person që nuk të shtonë në zgjedet e sajna. Po, që ka bu një zgjedhje shumë të mirë. Po, ideja që ti mu validu si një person e cili, ja, ku zgjedh ana djallë, abdin, ajo... Po, valla, kish morë. Fakti që ti të më thonë, abdin, më bënë normalisht të me dështu me zgjedh, me hinë lidhje pa lidhje, abdin. Me dojnë më taku me njerës që ti, edhe të shtonë, edhe janë ti për bajata, abdin. Po, ose ti dështonë vetën, po se pakun, abdin, ti e ke provu, e ke jetu një eksperiencë sa do të keqit mirë. Do të shka të mësëm bre për diçka vetë për një eksperiencë. Tani po ekskalën situatat të dy të po jemi në lidhje, gati po fejojnë, po janë dy karaktere të u feju, jo dy...
Këta personazhet e luajnë këtë karaktere. Po. Po janë dy Ne aktorë. karakterin po tani. Ky djalë e prezanton këtë soi çikën familjes këtë pak më ndryshe. Që çika kur shkon ato do të më luajë atë rolin që ata e presin, ata e dinë çka nuk është ashtu. Po, edhe tani këtu ndodhin keq Tani kuptime, ndodh çaj fake, tani ndodh çaj. Vazhdon fakeizmi deri në pikën e fundit dhe thot mos jam i lumtur dhe tani ndodhet të tradhtia, se këtu pe gjej veten. Po, kur të trashet fake-u, apo kupton? Tani jo tani modele vërtet apo modele vërtet kështu brutale, do të me shënë se shqatë shumë i e fake, e ke harru dhe që ke vërteta është, se vërteta të së dushëm bëllën, kur të eksplodon e që tu është hala. Po, si tani të që dytë është tu, avdhen qysh, hala, qysh ndodhë kjo? Unë e kokna që këtë, do të thëmë se s'jam shumica raporteve ke po, shumica njerëzve janë divorcum në unë se i në pratë tamen. Po... Edhe gazetarëve shumica njerëzve. Çdomas njerëz që kanë paketë publike ose që kanë jetë. Po, shumica janë të divorcum, është vërtet. Nuk e di kjo është mira keq, nuk di as me gjiku këtë pjesë. Se di, kur është fëmijë, për shkak që Kosova se ka një farë shteti civil drejtës të mirë për fëmijë, është shumë e rrezikshme të na, se kush i merr prindi, atë ka shumë rëndësi, nëse nuk i merr gruaja, a është një baballar shumë, një babë shumë gjallë në vit. Po, që mund po. Jo, të na. Që shumë raste kom këshirë si statistik, shumë pak raste ka burrat që kujdesen për fëmijët. Po që i marrin edhe që i fitojnë rastet që kujdestarën. Jo kështu që i marrin me zarin avokata me që ja marrin, e po? Që ka fitu ta marrin vetën me nanën. Okej. E vëdën? Shumica kanë hub krejt, se më nuk dinë se kanë angazhim. Ama shumica e mashkëve përveç dinë as me ta palu një majic. Po dhe, po... Një bluz, dyqysh. A bëdhen lemo më kujdes për... Ama të shka, pse ata nuk bëhen që të sanë? Qa jo dhe që falem ma herë? Po, dhe më e para është për shkak që ti ja ofron privilegjin, se motra e kuros, aja e len gati, nana e bën, djali jam mësani se ti flajnë me nesë ta e kuros. Po, unë e ti kry krejt, po. Ideja është që ti, mëse që të privilegj, do me hek, a kuten, për i vetët, se tani ajo është edhe shumë parë për ty. Se tani me qenë si ty nana e baba e krejt për këshyllin që është, automatikisht krejt kryot pritja që ti ke më kujdes këj vendim jetën e tyne. Edhe në dhe zburat si kuptaj, pse për një bokserit, pse për do pasol, pse për do një me fshis, për je vetës qatë shumë barë, që ta një ti me ka njëri i shpis me u brengos për di për pale për gjithë shka. Po, pe jap qatë shumë bashkë vëdhë barë. Se së shna i samë rea vëdhe me hangër, sot për rësit u shemë. Po dhe, ideja është pse për të shka të sanë, Pse më ketë për halkë, dyqysh, për të këshyrë. Që me ndarë më smetarë, se është shumë marrë me pati me të relax në dorë, në shpitane. Jo, unë edhe lula për shambull, nuk bina lula. Qa do është ideja, unë që mashtë që gjëj lula, që dhe më thonë? Atje ke pa burat, ftyrat e burave për të të marës në për Prishtinë. Që janë ftyrat matë marume, që duhe në ikë që në disin ka. Pse se i kanë me një për lula. Po. Unë është shokë të me dhe më veshën në taksit të në shku me hi, në taksit adhin. është po, se me po dikush. Hekeni këtë po dikon, një shok të amene pa të më pasë ma farë me një arosh, ty e që ta në zvetë. 15 vjetë kanë bëdhezu. O, zoti madhë. A ku dhe më dhënë, aj kur njëtë ju me arosh, pa i dhënë, kur hesha se ma fora mos dhja nalet. S'ka me dojnë atë. As femën s'ka me bo kur mu. Ideja është që, jo martu dhe sani, ka kry shqyqër, po ideja që, pa arosh. Ideja është që, azin që shfar presjoni do me për në... Po, presion edhe të moshkojt është të vërtet kjo, që ndronë që me kulturë rëndjës është definitivisht kena nevoj me u përmirësu. Nga ona emocionale për shumë qika dhe grajan matë, gjira për me, po, për me shprej dashni, për me... Emotionally intelligent. Për me përqaf, apëtin do të me, aqapëti do të me fitu në i fare ekipi shumë i madhë që të jem më përqaf me shprej dashni një tjetërin. Po, të na, që këto kultura tjera ki po, Turqini të këta përqafën në mëzvete. Po, amë të na është... Se di qëta që se kanë marë, se na bajegi, sa ne kena marë për Turqve, për që kulturë më përqafën një tjetërin. Shumë është interesant se ke ka të bëj me... Jo, edhe ka të bëj me falimin tonë që kena prej odave. Dorën zemër. Edhe nuk është... Se dhe në Shqipni e kanë burat. Puthë me zveti kërë... Po, edhe në Shqipni e kanë, po, vërtet. Shumë e vresha që në Kosovë, pëse nuk është. A ma mira ma keq? A ma mira ma keq? Jo, vetë që të regonë për munges dita që të regonë që këta e shohin si shprejnë e dashnisë, se...
Si diçka që e marshme. i çbërëzon, i bën pak ma burra. Jo. A dini përshtash edhe llafe, folja me slipsat e burrat të shërnis. Po. Që këtë na dojnë me qitë pak ma burra me dhe me këtë api slimsa. Po, pin slims edhe nuk është feminine me dhe me. Fatkeqësisht nuk e di pse. Unë me sa kum lexu mes njëra pitorive të mia është që për shkak të luftës së Serbisë të vazhdueshme akademike kundër shkollave kundër krejt. Edhe ideja që neve me na lidh me një islam traditë edhe me pak kanon. Okej. E ka kriju që të farë binomin që është marrë për saneve traditës, edhe saneve që ti i thu vësh për shkak që i ndalën feja, vësh për shkak që po ti i bënë për sëri, po vësh i thu. I thu për të tjera, do më thonë. Po, ose i thu për me thonë. Vjen pika për të tjera, që me dojnë. Problemi është të shumica që këtë që nëse i këshyrëm na çka bëna kur se din kërkosh, ose kur se merr vesh kërkosh, e kupton kush je, apo kupton? Kush je? Që për shembull Big Brother mendoj që shumë ta kallzon fytyrën kush je. Edhe pse janë këtë kamerat që aty. Po der. Ama ideja që është fjalia mos del pi neve nëse në familje ju ndodh zakonisht. Kur të folet për diçka thoj mos del. Mos del pi çtushit. Po, ose mos del pi neve, është edhe është më fane. Mos del pi neve. Le dela. Ama pi neve mos del. Po, veç pi neve mos del, veç pi neve mos. Që na më kund të sigurt. Pi neve mos del, le del pi kujt tjetër, po. Si do të thonë, çes shumë bëhet problem që ka pikun ka dalë. Se sa është problem që çka ka dalë, që çka u mojt në sheft. Po. Atë kur jeton që si shoshnia që më shumë brëngosesh që se po del, aty në koalicioni thash, lumi që shikoj. Okej, ti bën koalicioni po mos e bë publike. Edhe ti më kujtu, kështu si është ideja që e bojna na, po vesh me sa të mirë të vesh. Vesh mos mirë të vesh, po dhe po. Pra pas kena, do më thonë është gjithë shka ndodhë në familje, të një farë situate, të një farë krimi, edhe nishë mësë të një vesh, mësë të marrin vesh tjetë. Edhe fokusohen qasë shumë që mësë marrë vesh tjetë, sa e harojnë që janë të më shef. Problemi është janë të më shef. Edhe problemi është që të një ju dela ja bumeranga, ta unë të thonë, se kjo njëri ma i poshtë që e ka qitë, si këtë gazetari. Se këta ka nevojë nështë me fajsu dikën. Jo, është ideja që qaja që për familje që e kena. Unë e vedi që si ti, qështë? Po unë ma shumë po më kanë venal me menu qështë për ty. Po. Ti vedin që shamën e, Po nuk do me pranu, po. Nuk do me pranu, veç do me pas që ato i din. Sa se do në më marrë me vetën. Po, s'po do në më ballafaqu me situatën, me realitetin, hajde për rajnë një tjetërin. Do me thonë që shtë përbjen. E që kjo tani është edhe te puna kur dikush ta bën, çka ta bën një shok kur ty nuk të sheh se na i sen. Ti nuk e sheh ato. Po dhe kjo që ajo që thojnë me më respektu kur jam tavolinë është okej, po kur çona me tavolinës ka rëndësi qa full për mua, ose çka i lën tjetrit me full për mua. Shumë e këshyri kur njerëzit janë me tavolinë çohet dikush, edhe kush e nis me fol për çat mirë. Po, edhe unë shumë e këshyri dhe vlerësoj çat person qa ka fol për ato përmes këtina, domethënë. Jo, mos po këtina bëj eks këto. Tregon për këto, aty ja bën eks shumë interesant çfarë nevoja me njerë me fol. Po, dhe arsyeja kur dikush e ka rehatin me fol me ty keq për një shoqni një shaktonin, atëherë edhe për ty tregon shumë. Kush je, se ka folë me mu? Ose ma absurdja është një që ndodhë në Prishtinë. Nuk tash që nuk përtalë shumë ecë më ka ndodhë. Që është një të jetë situar, është një djallë tjetër të ecë për balteje. Është një qikë, edhe e ka këshyra qikë, edhe të këshyra ty është. Që e kësha bu? është jo ty këshyra, është e shfarë cope. E ty automatikisht, dë bënë se është shumë e ranë, dë bënë ty pjesë e sajna. Po dhe po, pjesë e krimit. Edhe për shumë herë më ka roqë e abdin, edhe pikuri komunal një asë, ati qka është kjepsë? Kështë, po dhe kësha e pasë, po, ama ti nuk një mu si njëri që dalë kështu. Po, ku për mërë drejtë mu shprejë që është, po. Abdin, ty për të qenë. Idea e me kështë na jena dy meshku i divura që e konstatojna, jo, për konstatojna që Çfarë copë është kjo, do më thonë? Në disë rrugë, aja krejtë e vrejtë. A që është njërë siklet? O, zotë që është njërë siklet, kër e din që qëkajnë të menu dhe njerës për ty, një shumë siklet. Po, në që shto knashna kër qëkajnë sauna, se kër qëkajnë për gjëm, kër ju hina për dhomat zhveshës, që shinë krejtë burat siklet ata. Për ty jone. Po në sauna... Edhe përshka qysh është dhe mundë që 20 burat që të qëre krejtë pjekën me muskuj, edhe po i të një doni prej meje, po që po hime në këto. Po mëne që kam ju në zonë në krejtë, a që ka shpakin e pasigurisë seksuale, që të shme dhjo tesha se ti one, apo pëtën?
Po. Shumë halata më ke pjesa e saunës edhe... A për të livrit me njëherë që të dëshme të shumë i kapë të ishe dhe me shumë absurd. Po, është absurd. A më do nuk livritin, po i vrej shumë që me njëherë që është i insektet. E kanë një farë energjie në ashtë. Po, ndoshta së... A ka ndoshta me thonë pasiguri, a ndoshta çështje që nuk janë mësu? Do më thonë, nuk janë ekspozu. Ajë nuk më ka po kërë mu të bëjë sekse se të e nguzikan. Jo, pe di, ku po thëmë kështu, më ekspozu në situatat të tilla, për shembull më ekspozu në... Mendin e tina është të e kriju një ide për ty. Po, ajo do me nuk keq, po. Ose e ka kriju qëtë çka bën një gej. Po. Nëse të në menën tonë, është shtu se një gej se të jenë me njëherë me në cërë dhe me një aty në jo, diçka të ty është problem. Diçka ke kuptu keq, ose nuk je informu mjaft, ose nuk je të pranu mirë. Ose nuk je të pranu mirë, ose thjesht nuk dim për këtë çështje edhe s'din çka me prit. Atë se ka edhe kësi njerëz që s'kanë një uri për këtë fare. Kur e bën me ç't lloj të personit një raport, tani kur se din kërkosh, tani është tjetër fare, tani është tjetër krejt raporti ndryshe. Po, se din të tjerët. Ajo ideja që nëse na nuk mësove që të sane që i bojnë am sheft, edhe që zëna në marrë vesh kërkosh, me janisme normalizume, u bon... Mu konë të lirë me qenë vetë vetja? Jo të lirë, po me thonë, okej, nëse që kjo u bon pak horë, one u bon atë që cënë, për ata është horë. Po. Por mësë me thonë që për ty është. Standarti ty në me kone standarti jetës e stane. Po, ti ja kryen standartin vetë. Me qka ta dojnë me të prejkë ty, ti mu prejkë, preqësimin e standarti. Edhe thjesht janë do njerëz që nuk njohin bre? Po, e din një story që është ekspozu, le të themi, ose që e kanë marrë vesh, po nuk e din the real story. Kërkush nuk e din... Po, edhe nëse e din the real story. Edhe nëse e din, prapë se prapë. Po, a ideja që është që ta sfikon ai, është narracioni tina, jo e vërteta. Po, fix. Ose ti kërkush nuk e din rrethana pse ti ke mbrin çat pik. Atë kështu që nuk ja vlen me gjikuti. Unë gjithë e them, e kam që na jetojna shumë si popull me paragjykime, me gjykime ndaj njëri tjetrit, edhe çiftet, për shembull, shumë shpesh nuk përfundojnë me personin që e duajnë, shkaku i çtynë sanave. Çiftet. Se jo më tha ky që shto, jo më tha ajo kështu. E kish pas ky, e kish pas ai, e kish pas kjo, ajo, a din edhe se ti nuk po e krijon një ide tonën origjinale për qatë person. Do më thonë, pse s'po fillon me njoft qatë person vetë? Sepse është punë, kërkon punë. Po, okej, kërkon punë, ma është vërtet. Ma është me kriju një ide për t'i kënë, edhe me ushqyat ide. Po, dyqysh po rrinë për një vjetë me qatë njëri? Edhe ma shumë, ka që jetojnë krejt jetën e ushqen që t'ide. A i ke po do qiftesh janë shumë diasporë zakonisht janë, që i kanë gra që i kanë, kanë tentu mi po pak ma Gjermani me sajnë. Po? Kështë pak si ma qara veshës nuk din qka janë, se i kanë po flokti kanë po pak si ma si, veshin pak pal, asa në asë njënë se vi që kanë tonë, duhet më hajde se më su do kështë si shqiptare, se e kur të pranë me hinë dorë t'i kujna. Po, tani qatë jashtë vetës, kejt? Po, tani të po është palaqën në kuptimin që qështu do kërështë edhe kur fore, edhe kur jep me njime edhe... Po. Ma mirë s'ka të nërë, ose me një prapambetun, po është jytë edhe kata ka dole pjeket, kata ka dole rëgullohet, kata ka dole të... Qëndron prapa që asojna, unë jam shumë me persona me njerës që kanë një mendim prapambetur, po, mas vite dhe ndryshojnë. Si sa me një personi cili del shumë i metë shumë, apo vëtën, ta ne vish kur i një në rasin, apo vëtën që dhumë familje. Po, ase jo se del është, ka vjetë 300.000 euro. Mu vjen shumë keq që na jetojmë në meqësi ideja, se për një me nuk i ndalon shumë njerëzit më kontë lumëtër. Po. Adën që kjo gjykimi ndaj dikujna, shitja e diçka për çka s'është e vërtet të tjerët, a në fakt vetë një katastrofë, për mu vjen shumë keq që ekziston alo që kjo. Unë e kësha thonë njerëzve që me përvu që ta me përvu me ndru pak, me reduktu, kur ti marrë vendimet jetë, për gjithë shka një jetë, me këshyrë apo lëndohet, apo sa vunë që e përsen, ose dikush, zë përshën edhe të puna, kur të thojnë që u lëndu, edhe po vunë Kosova. Kosova nuk vunë, se Kosova nuk është etnitet i njerëzor që vunë. Njerëzit vunë ati shtetit. Po, normal. Ose kur të thojnë që po vunë, që përdi fitoj një ekip, ose një diçka, a i kipje nuk gëzohet se është në amën, do në njerëzit, sa ma shumë që i folti për njerëz, dhe po kuten, ma mirë komuni edhe për vetën. Se sa me qitë shmime, arritjeve, që janë vesh amëna, kompani shumë e sigur, a e të ke punit është në amën letër që nesër
me dalë ligjet që thotë që çka do të regjistron në Kosovë, ajo s'ka më vlerë. Po. Ama në mënyrë që shesil ti në qëtë kompani me ata njerëz, që ke drejtu që ta njerëz, a i ke po me vujt, qaja dhe ka me ndjekë. Po, edhe qaja ndjenë, faktin ndjenjen, po. Se korporata se vunë, se korporata është letër, kur gjo, s'ka ndjenja, a pëtën. Po. Qëtonë në Kosovën e qëtonë edhe që njerëz shumë janë të dhonë mas faktit lumëturisë, arritjes, lakmis, me pas sene, që s'jën as pak të rëndësishme, në pak që s'bujnë lumëtur. Jënë të rëndësishme. Pa, jënë të rëndësishme, po s'jën për me të botë lumëtur ty. Problemi është nuk mund është kur se janë sanet që kur në përfundojnë. Po dhe? Nuk mund është kur me kanë përfundimisht i pasëm. Gjithë mund është me kanë dhe ma i pasëm. Po. Nuk mund është me kanë kur përfundimisht i lumëtur. Gjithë mund është me kanë edhe ma shumë i lumëtur. Ama, që është i lumëtur mund është me kanë deri në pikë sa të botë bajat lumëturia, ama vujtja nuk bëhet bajat. Vujtja vetë shkon të të shtu, të të rënu. Lumëturia së të mënon. Jo, lumëturia së mënon, po unë menoj që njeri duhet paka shumë adin me trajnu edhe trunin, për mos me mësu vujtja venin non-stop aty, se a kipona jena shumë që anë ku, unë e kuptoj, se Kosova është vend për mua në ku. Na s'kena heq kontrol mbi trunin të unë. Po s'kena, që kjo është një temë që menoj që njerëzit shumë pak e flasin këtë farë pjese, që truni është një muskull që ti dush me trajnu. Shumica njerëzve menojnë që e kanë kontrol vetëm. Edhe lumëturia menoj është vendim. Ti për shembull në një ambient, e posh një film korean edhe ke një pastrus që gjejke momentet bukra në çdo gjë që bëjke ai. Domethënë e shike dealin, edhe ai buzëqeshke edhe ketë ish lumturu. Nuk pakum shkunjeva këta njerëz. E shike jo, bre, nuk është pse me shkunjeva këta njerëz. Shumë amerikan, korean është. Di po edhe kështu pak. Amerikanët pa tani këtu çështon. S'kan, amerikanët kanë ata egzagjerojnë për gjithçka. Ata një ujë me dal dikon, ata thënë oh my god. Po foli për me gjetë të mirën të keqe. Për shembull edhe Amorfati, se dia ki po episodin e parë, çfarë do të thonë. Amorfati është në pajtim me fatin. Edhe ti çado që të sjell jeta me u pajtu, për shembull edhe nëse është diçka e keqe, mos me pasi ka ndodhur diçka e keqe, po mundu me gjetë një farë. Mos e marr seriozisht, me gjetë një anë pozitive. Pse o ka ndodhë që kjo, ose që thash ma herët me besu të plani i Zotit. Unë nuk e kam ato, unë besoj që të plani ja bën vetit. Ti ja bën, normal që ti dush në pas qëllimet e tua njetës, po thonë më në ti me najt, hajta, për do me qëtë. Jo, s'ka lidhje, si vish për dikush është inzistu, po më dhët. S'po thonë në ti, me najt o dhe të hajtë të bjen Zotit. Ti rrëna faka rrethojnë, apo dhe ti dush me punu rreth që ati qëllimit tënë. S'po thonë më në mos me punu, s'po thonë më në mos me koni Zotit, mos me luftu për andrat e tua, po thjesht, gjatë punës që ti e kryen, edhe që rezultatit që vjen, ose dush munal, nëse s'është që rezultatit që ti pedën, dalu pak të vetja dhe thuj, okej, mos këmbohune të qka gabim. Jo non-stop tani me fillu të anku, o zot, pëse s'bu që kjo, une jam kështu, une s'kam këta, une s'kam ata, se menoj që ankesa visht s'il edhe ma shumë bad luck njetë. So, qa po du me thonë, është që pse mos me zgjedh, do me thonë trajnimi i trunit që tash, se mos me zgjedh ti me... Dështimin e parë një diçka... Mos mua në ku, thjesht me thonë, okej, nuk ndodhe shtash ka me ndodhë nesër, ose mas një muje, ose mas një vjeti. Ka rasti kur përshë, unë në kimin ka njerë përdori si terapi. Motivan? Jo, si terapi për me të kalu një diçka. Okej. Edhe kur nuk jam një knashim një diçka, edhe që jam kona. Edhe kam në shëshni që më dorojnë që është të anku. Edhe a qatë dhe se ndri që anku? Po, dikur kur ka zgjojnë ankesat, do të me janis me punë. Po, ama motivan do me thonë ti, një farë mënyrët motivan? Jo, që kry, se ka njeri ka nevojë me se kryan në trunë, armesht njerës jashtën që pyetën me pengu. Ti ki nevojë me alon këtë fajnë njerë, kur alon këtë fajnë dhe shetë që kërkuna s'pi interesant që ti pjelen fajnë, ti të shmë që me punu një gra në ndryshu. Po, ama pse ti duhet qëta, ti mund në qëta me pas një mësim një herë? Po. Pse me pas i të në kohën, dhe më të kërës ndodhë që me fajsu dikën tjetër? Po, sa të ndodhë, pa vishë qëro është vërë, e vëdhëm. Se shtë drita që ka pru këta, qëta shpet që ka pru shtë drita, është të më shkojnë misioni keqë.
ndrani të drita, Ndrojsh të a ne, tjetër sen. Jo, anko është dhe. Diçka tjetër është Sa ajo, atë ajo është shumë kameramanat praktike. asnjëri nuk është në këtë telefon për rina kur po janë të xhiru. Që unë s'po them më kon Edhe delulu. tani sa anko është këtë edhe dikur S'po them unë më kon delulu, që ti më injiru ndjenja tek qia. edhe dikur tani thu, atë çish me bëj dhe një haçet ngjizim edhe çao. Edhe e bën tani E TikTok. bën, edhe e shet që s'ja vlen mua. Amoni, ja, një rana Se për po si. të mos pa lidhje. Ta janë katastrofë të spurnohet, ku s'po do të seriozisht. Që unë nuk mendoj që njëri duhet më kon delulu, edhe më thon ton kuan o zot, o duhesh më mirë. Ti duhesh pak me kon milionë edhe ndjenjat negative, se nuk mundesh ti është e natyrshme, është njerëzore, edhe me kojt, edhe me kish, edhe me undi Po depresion. njerëzit e shumë që kanë arritë shumë që janë tepër të famshëm. Shumë që janë tepër. Ata shumica ty në delulja. Beyoncé. Ju kret, nuk mundesh unë kanë në nuk mundesh të kanë çka A din çfarë shumë. Nëse ti nuk e ke pak delulu të e po veten që A di çfarë thonë? Universi thonë nuk nje të mirën edhe të keqen, për shembull. Nëse ti beson në çato që ti po do me mbri, edhe e ki kështu që nuk të pengon bashkë kur gjua, edhe i thu vetit delulu. Shqipëria nisi për fëmijë sojnë apo po, edhe kanë kanë këngëtare tepër kanë kanë çështo dhe pik, edhe snal kur gjua, edhe ti për një meç atë energji. Po, vetë tash apo kënga magjike, apo të fituar. Ali. Edhe unë për eksperiencës ta me di që kum lon shumë njerëz me ndiku tek unë si person edhe naftësitë e mia. Unë kum lon shumë njerëz. Nuk e ke thënë ça. Nuk e kum thonë që ata që kum dashur, nuk e kum kriju që ata që kum dashur, atë se kum menduar që çta njerëz po din diçka. Se këtu të shitën thonë ti pi dedea që tash gabimisht të më kum pi dede. Po do të thonë që të shitën diçka që s'jën, çaq mirë, sa që ti një me fillon me dyshun veti. Edhe mendoj që një me njëri duhet më kon kanë herë delulu sometimes, edhe me vazhdu që ashtu me thonë o s'po du opinionin tën, pe du tami, se unë e peni që shto. Edhe unë e shoh te vetja që to se kum pas, edhe pse jam shumë e kam karakterin që ja çështu ja heq, po ndoshta ne kum lëmë ndiku se nuk jam ndije fuqishme. Punë kreative me pas shumë pragmatizëm është problem. Dëshoj pas të pak delulu. Po dëshoj pas pak, e hoç apo pak me menu. Dush pak më koni hoç edhe me besim që ato tonë. Duhesh me menu që ti kur po nis me bëni fare lloj raportimi ose një lloj narracioni për përdor publikisht. Duhesh me ka pak delulu me menu që njerëz kanë që kanë kon shumë kanë prek njerëzit. Po. Edhe unë. Se përndryshe nëse nuk e pak delulu me menu që çaja ka me prek njerëzit, nuk i guxim me thonë. Po, s'ki guxim me thonë, edhe ki frikë për çka kanë me thonë. Nëse po, nëse ti e ke dashur bëni këngë, çfarë di, çilieta ose botën e mirë, çfarë? Çilieta është me këngë pak delulu. Që me ditë që ka më prit mirë, ka më bëhet. Po. Që me dalin me knush ata. Ajo ka pas shumë guxim. Po dhe? Me pas menu ajo që atë si do të transmetohet byta në asja. Nëse kish po filozofinave, sigurisht se kish një. Po, domethënë ose do aktorë që janë tepër që mendojnë që kanë një rol është pak delulu dushme. Po, që marrin do role të përgjithshme. Në kuptimin që mos e menu veten që ti je tu bën. Rëndësishëm po tani që dal për realitetit. Mos me hub tani që ti kanë se bën edhe me dal për realitetin tani. Se kjo ligji i atraksionit edhe thot, domethënë ti duhesh me pasqyru, me pikturu krejt çato çka i ka dhënë, me ndje edhe tani ajo realizohet. Po, për shembull, edhe për vete kom pas ndjesi, 100% më kanë bindur që ka bërë një moment që unë vesh kam shpërthyer si gazetar. Po. E kom pas tepër delulu, se ti unë kërkon për shembull kulturë dhe këtu, edhe gazetari kulturës, kërkon hesh, edhe punesh gazetar në Insider, po jo pa një vendikimi, po tani ti, unë e disha që di kur ka menduar. Po, çaja është edhe çaja është shumë e rëndësishme se çaja ndjen që e kite. Kjo është pjesa më e fuqishme. Me kështu me automatizëm, vazhdim me radikon, me ngul dikon, vazhdim me dal vetë me rrezikon tjetër. Edhe tani me mbritë çaja pika që ke dashur. Sikur mos të shkon delulu brenda meje, unë i kisha thonë, kisha nejtë sot i kisha punu në gëzarën koditor, hala isha kon redaktor të punu. E te ki pas ndjenjën e fuqishme, dhe që kjo është pjesa më e rëndësishme të manifestimi. Ndjenjën kur e ki. Edhe me shku me to, mos me menu shumë. Mos me filozofu shumë, do me thonë. S'ka çka të ndodh shumë dhe shumë keq. Po, qa mundu me ndodh më e keqja? Nëse le punë, nëse e bën, gjithë thotë s'ki shansën e tek i bukës, që pa bukë. Po. Për i bukës. Në Kosovë, jo, për e ma shumë ki shansë me tek për sheqerit. Po, e vërtet. Si sa prej pjurisë. Po, në Kosovë është... Nuk desin njerëzit më... E mira është që në Kosovë gjithku në gjinë... Sa dhe nuk i di, a keni vrejtë.
Njerëz që jetojnë homelessa. Jo, me krahasu me vende tjera, jo, Shumë pak, një, dy. Nashta edhe që jena vend i vogël, Edhe të homelessat, po do të e vrenë sa ka njerëz. Nuk ka të na, se është kultura të na që është e mira që nuk e lejon çto. Dikon me flajt rrugëve ose në sen. Po, me dikush shpe sen. sa kjo kultura që e kena... Kjo është edhe... Mja marrë të mira... Të dosh me... s'munësh. Mja marrë të mira, të milion të këqijat. Jo, se kjo nuk është kumë dhe se pjeshk, mja marrë langën e me lanë ata pjesën tjetër. Qa me bo? Qa me bo, milion Ose kejt? kish me përtyp tonën, si me kriju një formë tre, kur e përtyp që ta, Okej. Ose e len krejt. Nga njësë të janë Po me kriju, që ata që më thotë me përtyp me kriju tre, a bën qëto sanet e mija, nuk menoj që mune mi hek krejt, se na jena shumë popull i ndishëm. Kur i përtyp ti, i bjen që i nje dhe sanet nuk mund me shukuma, mësohesh me që ta. Po, Na nuk frigojna që ta. okej. Na pëtojna, kjo është i mirë për marrëm ta, besa. Ta dhe besa, sepse nuk është kërkoni që. Dhe na kështë përdorëm besën për me. Po më dukt mirë, kështë njerëz. Edhe unë menoj që jena... Albanians, kështë adhin, do filma që i na dalë, kështë besa. Po. Okej, nice për me përdorë për PR, po jo me marë seriozisht vetën që kështë jena shumë besës. Të menojnë se si jena shumë besë. Po, si kërë e të lamë, adhin që pe prezentën Shqipnin të e për të mirë, adhin me thonë, okej, ti nice atë e për PR, prezentën jashtë, adhin. Po me se marrë vetën seriozisht që Shqipnia për e me mirë që është që shpetute. Unë për një me e përgëzëj ato, su për një me ka Po, po dhe një persona PR. në krejt, po jo se më zdalim të politika, po rina të ideja që... Jo, s'pëdojmë të politika hitë se aty... Po. No. Ama, po, normal, s'pja qëtë pjesë të e këqia, po që ndodhe kjo rasti që ndodhe atje në Shqipni në gjykat, për shambull, që ke... E shtë të fytën shumë madhe. Po, që shtë me dyshu shumë. Shumë. Po, nese, s'po hina anena, ama mendoj që dësane dashtëm na të mira, s'kem qare pa i pasë, se na si popull vetë jena i dashtën. Jena i një mujna tjetët, edhe pse e shojmë një tjetërin, është atë në kohën, e folim zjetër për dikën tonin, po apet se apet e kena zamën e butë dhe dujna minimu dikujna. E menoj që ajo nështë atë si len njerëzit homeless me konë, ose... Empatia. Po edhe pse në që ka njerë empatia është overrated. Për njerëzit po. Pse? Çdo mos kur i kërkohet njerëzve, me kanë empatik për... Po, nështë i kërkohet me konë me pa është tjetër. shumë barë e madhe ti me bashkëndije për shumë zare. Okej. Unë që të konsideraj. Edhe fakti që ti sa ma empatik je, ma shumë i respektu shumë jetën njerëzit kështë, sa i mirë këtë që... Po. është me ty, për ty është shumë barë e randin bashkëndije, me kanë empatik për gjithë, për të lipa situate. Unë që unë nuk jam i katë shumë me kanë empatik për gjithë shka. Po, kjo menoj që varë për njëri. Amo tani se thuti që ka mungesë empatia, dhe thonë, që është njëri ftafë, sa dhe Po. e unë thamë, jo veç për ujë vetën, se nuk kam nevoj me unë Më ekspozu në për situata që... Të një fa situata, apëtën. Po që nështë atë nuk takojnë. Po dhe... Ose s'dënë, ose s'ki nevoj me qitë vetën qatë pozitë. Ose që është gjë normale. Ose që për shumë, unë në shumicën e njerëzve kom dalu të nejt me ta, për shkak që ata më kërkëshin shumë me ngjarje ty në tjetës. Po, ato tani ti ke marrë keq qatë energji që s'ka nevoj. Çka më bën me gjitha story që ma ka zodhe si mu. Unë psikolog nuk jam. Eksperiencë që më thonë në këtë është jamja personale për ty mund të konë gabim. Këtë gabim, po, mundet më konë gabim e vërtet. Ti vish për më ranën mu, në vëllën. Po. Që tash nëse në të kam shoqe ty, në kam minutë shpia, pa ka vëllën që ashtu i kishkanë. Se po, ja, e merë energjin, deshtës deshte. Për ditëm kohë nëse më ndryshu kur gjë. Se ti vish që të më ranu. Kështë që, e kom thonë, ka 25 euro, të shkëtë psikologu, zanë, që një orë, të ranoja të full. Po, duhet njerëz me... Dhe din me mu tani folën për të qëllë. Po, dhe duhet me kuptu njerëz që shkëtë psikologu është normal. Gjon kafe, Po na e kena që to. Ja, faleminderit shumë. E kena që to mi qajtë hallet. Shëshnia, ja, mi qajtë hallet është psikologu. Shëshnia nuk... Mi qajtë hallet është shëshnia. Francë është... Po, tret natës për pijallë është, pijallën. Kallëtëm pak tripa. Probleme me nana, probleme me asime, financa, probleme me kësim. Ato e vërtet. Shumë të rënojnë të nani me informacione. Po, diçka që nuk takon. Edhe, unë e thash ma herët, unë musëm pëlqen njerëz që anë kohen. Jo, e më kohën, që të kalzojnë info, a bëllim që t'javim. Sane që s'ki nevojt i mi di. Edhe sukses, më kalzojnë. Që të kalzojnë për një diçka. Si jam të bëni farë projekti në sajnë tonë. Po, a bëllim diçka. Qa po do më kalzojnë? Jo, po është fajn, po Svedes e ka një farë shprejtojnë, çka me bëni me këtë informacion. Për çka do që kalzojnë, kur jam konë 3 muaj ku mjetu. Këtë kur nga kam babajat me qëtësen. Përse një kalzesha për gjithë shka dhe. Po, se kena ta në teatër e këtëshnë, dhe kena 2 grupe,
e njani për ty një anisin më përlojt, çka me bëtë shumë? Pse tu ma ka të zukët, e për shë për ta dhe që ndodhë, Pse, atë veti kush? Jo, ti të mranu të këta shadim. Kena për me kallëzojmë informata, e kena kështu, e kena dorës, i kallëzojmë ma shumë sa që duhet. Plus që edhe të vesin, sa ki rogën, qysh flen, kur quash, sa dhoma i ki, sa banju i ki, adin, edhe këto informacione... Nga ma rrëdhe si kunata jam, e njësë me kallëzojmë të shka, shoki jam, se kë, burë jam, qështu qështon. Apo thome njek pasionin a stabilitetin, si pas teje? Nëse, jo, ideja është, ti të shumë vendosë shka me ndjek, nëse ndjek pasionin, mëse zëdhe një profesion që bile e kallë njët. Po, që ta japë dhe stabilitetin. Po, që ta një stabilitetin mund të me konë, mund është me hek, por një herë të arokë. Që e kreativ, edhe të... Po dhe, e ki edhe stabilitetin. A nëse të në stabilitet, në vëdin, kështu pa reziku me ta rogë në herë, gjithë një profesion që nuk ndikosh për rrethit, nuk ki nevoj me japë lugari çka ke thonë, çka ke bë, thane, çka ke ndje, edhe gjithë një punë që është punë, e i merë 4-5 mijë mujtë, edhe nëse që atë bën të lumëtër, okej, në regull. Stabiliteti. Se ka dikush një mes lip shumë për... Ska shumë kërkesa për jetës. Adhe nuk ka nevoj për atë vrullin, për atë rrezikun, për... Dile shka në pushem. Po, e ka që ashtë të programume. Për shkak mu më thirin shoqet, i kam do shoqet që jetojnë jashtë, edhe më thonë e kam pushimin që dot. Unë nuk muj, nuk e kam jetën që shumë programume. E ke pas administratës, në pauzë, që janë shoqet që prezisin. Njëna në salat, tjetër në sandwich, e tjetër në pizza, edhe e hajnë. Po, e kanë me regull. Se di ka njerë, ndo këtë interesant kjo par pjese, po se di a kësha mujtë. Po dhe si, më shkoneva pa uzë me dalë mas pare. Po për mu nuk e di që është qaj, ose nështë atë të nkuën që kom luftu për muziken, të nkuën kom punu në televizion, për shambull, jem kuën non-stop hustling. Po dhe, ama gjithashtu nuk... Hustle je për shkak që si normal. S'menaj asën që si jam normal. Po dhe shku, apo dhe? Se s'me është normal, hanë pizza. Normal. E merë në kredi. Edhe nuk është, po tjetra, më s'ke që kuptohen që normal, be normal, është këtë okej. Pa juve normal, na njerës që fina, na s'mena me jetu. Ata të pagu taksa, edhe ajo që ndrën, po edhe na pagu me taksa. Nuk të administrata. Mërë që kjo tem nuk ka thënë, në vërtet. Adhe nëse kënë vartë edhe për njerit ku jeton, që shjeton, prej kajt vjen, prej qëfar familje vjen, qëfar kulturë vjen, edhe në fund tani është aji truni jëtë edhe shpirti jëtë që të thëtë që ka me bu, po që une jëm pru asaj që njerëzën me bu që ka i bën të lumëtër, edhe sidomos kur ki pasion dhe qka se i ose une kam që tonë që qka i bën ma pak me vujtë. Ose ma pak me vujt, edhe të lumëtër, edhe kjo që ndrën, është si e njëjtë, se une i pash dhe mesazha që mi kanë qu ma heret, i pyta pak në rrjetet sociale dhe e kishin që dileme, edhe non-stop mesazhat ishin që po vujim, po më vun shpirti për pasionin që e kam njët. Edhe dyqysh, a ma mirë më shku prej kësaj dynjaje me pishmën, a me thonë bile e kom provu... është mirë mësë me prit me shku për kësaj dynjaje, se kur shkesh për kësaj dynjaje, ma nuk e den. Po, exactly, adin mëse prit qatë pik, ma mirë thu e kom provu, s'ka funksionu, këte e shapete që ajo. Nëse shkoj për kësaj dynjaje, pa e bosh atë sen pasionin të, nuk është që i botë, nuk është që... Nuk është për shpirtin tonë për bënd të ke funit, se ti po thu po më vu shpirti. Me gjithatë nuk është, ti do t'jesh njëri nga miliarda shpirta që kam punë njëjtë. Po kofte ditë me, ka mu përsërit ajo. In the end of the day, vjen të vetja, e bën për veti. Asgjë nuk është shumë e rëndësishme edhe te që për ndjenë, kështë që jetoj jetër. Jetoj jetër mëse merë shumë seriozisht. Kështë është ka knaqër në ka pushimi edhe që na keni ngu. Na falni se kena zgjatë pak si shumë ndoshta, por muhabeti e thamë në s'ka fund kjo temë edhe kena pas një muhabet shumë të mirë. Faleminderit që jeni me ne, gjithmonë. Unë e pras që ju me na tregu edhe ju eksperiencat e juve tjetës për këtë temë që e falem unë me vullnetin. Edhe tregona ne sepse në ndihmojnë edhe për mes gjithë temat e tjera në epizodat e ardhshme. Vullnet... Nëse nuk mëni me ndjeka njerë muhabetin, kthehuni, e kena 2-3 minuta me përpara muhabet tjetër. Po, e vërtet, është shumë interesant, po. Ama kena folë për gjithë shkanë. Për gjithë shka kena folë, falimderit shumë. Edhe s'ke pas të pyetje, që ke shumë njërë. Po, edhe s'kom dash, s'kom thonë fillim. Nuk po du me të bu intervjist, po du me bu muhabet, edhe mu konë pak ma free, sikur kur del me pi një kafe edhe që shtjellën dosana me një njëri që ki qef me bu muhabet. Unë një bashkë sikur kur je një farë situatë që ki pas nevoj me thonë një full dosana, apo? Po, edhe mi shprej dosana. Po, ama nuk është me rëndësi çka
nuk kërkon në një fasani i caktuar, Jo, veç u po një seri e seneve që për shembull ti ma ke jap si person ndjesin që më me thonë. Edhe ti ma ke jap këtë Që është ndjesi. shumë interesant. Po. Që është zakonisht e zgjedh edhe kur shkoj me Po faleminderit shumë. Unë për një me kom vlerësu shumë që më ke thonë po. Edhe s'kom hezitu se unë të vlerësoj si njëri thash ma herët, je një person që nuk po duhet t'jap lajkat këtu. Lajkat që thojnë në Shqipëria, po seriozisht po du me tregu që unë i vlerësoj vullnetin shumë, edhe pse është hira parë që petakoj, po menoj që Big Brother kallëzon shumë për personin kush është, edhe ti je kallëzu tepër i guximshëm edhe very proud of you. Shuj se kështu që kjo ishte tëra, faleminderit që na keni shikuar. Ky është Amor Fati dhe është plot dashni. Shihemi në episodin tjetër.